nuk ka trup të shëndetshëm në një trup pa shëndetshëm. Dhe truri pa shëndetshëm nuk ekziston në një trup të pa shëndetshëm. Dini si është trupi njeriu, është si punë e një peme. Dhe shumë e rëndësishme për sistemin tretës është edhe agjërimi. Do më thënë që të bësh fasting. Do më thënë ne sot nuk e ham ushqimin se ndjejmë uri. Thjesht e ndjejmë dhe e konsumojmë ushqimin sepse jemi në ankth, në stres. Ky qytet ose këto mikroorganizmat, nëse reduktohen, një person ndjen më shumë ankth. Ose një person e percepton më shumë frikën, një person që ka dhe këto problema, ka dhe deluzione. Shoqërimi i ankthit shoqërohet edhe me ndryshime elektrike të miokardit. Dhe një person që ka ankth nuk i përthith dot to lëndë ushqimore. Pothuajse sot sheqeri lidhet edhe me mykun. Një person që ka dhe ankth ka 80% probleme të sistemit tretës. Një person që ka ankth, që ka stres, konsumimin e vezës duhet ta ketë shumë të rëndësishme. Unë zorët i quaj si truj 2, kurse muskujt e pulpave i quaj si zemër e 2. Për pjesën e karrierës së shëndetshme është shumë e rëndësishme këmbgulja. Shumica njerëzve e shikojnë suksesin tek paraja, tek të mirat materiale, apo edhe tek shumë gjëra të tjera, sidomos vitet e fundit. Por harrojnë që gjëja më e shtrenjtë apo pasuria më e madhe sot, qoftë për veten apo edhe për të afërmit, është ajo dhe më e rëndësishme është shëndeti fizik për dhaj mendor, sepse ndryshe këto të tjerat nuk kanë vlerë. Unë sot kam një kënaqësi realisht të kem një të ftuar që do t'i japi shumë përgjigjet, paktën pyetjeve të mia, po jam i sigurt që edhe përgjigj secilin për ju, për të kuptuar më shumë mbi raportin e fizikut, mendjes, qoftë në profesion, qoftë edhe në jetën e përditshme. Nuk isha dashur shumë ta kisha që tek episodet e para, por realisht ato kohë mendova që të kolaudohem edhe pak më shumë për të pasur një të ftuar të veçantë siç është Luciano Bardhi. Luciano, mirë se na erdhe. Kënaqësi. Unë do dal direkt në temë, do doja shumë që do të shfrytëzojnë maksimum sot, qoftë për pyetje të ndryshme, po jam i sigurt që edhe biseda do jetë shumë natyrale dhe më pëlqen shumë fakti që i thjeshton sa më shumë gjërat për publikun e gjerë dhe kjo do jetë një eksperiencë shumë e mirë edhe për audiencën tonë. Edhe ky është synimi juaj, jam në urdhrat tuaja. Shumë faleminderit. Dua të pyesja direkte se si ndikon truri tek fiziku apo dhe fiziku tek truri. Që të fillojmë ta kuptojmë që në momentin e parë këtë raport. Domethënë, shëndeti ose çfarë është pjesa e trurit? Truri është një organ që ne pa atë nuk mund të mendojmë dot, pra, nëse ne nuk e kemi trurin, patjetër që nuk mund të jetojmë dot. Universiteti ose Msakar Vardi e ka quajtur pjesën e sistemit gastrointestinal, se dua ta lidhë edhe me trurin. Pjesën e sistemi tretës, kryesisht zonën e holle dhe zonën e trash si Hidden Kingdom, do më thënë si një mbretëri e fshet. Dhe kjo është publikuar edhe vitit 2023. Dhe truri do më thënë lidhet me pjesën e sistemi tretës nëpërmjet një nervi cili quhet nervi vagus, pra këta komunikojnë her pas here së bashku. Dhe truri ndikohet shumë nga aktiviteti i sistemit tretës, pra mendimi, pjesa botë kuptimit, perceptimi. Edhe ne kur ndjejmë një emocion ose kur ndjejmë ato fluturat në bark, me njëherë ndim një emocion në pjesën e mesme të barku dhe aty është, ose ndim në kuptimin metaforik ose i përdorim një epitet të ëmbël që quhen fluturat në stomak. Por në fakt ato janë këto neurotransmetuesit, janë disa inervime simpatike të cilat dërgojnë her pas here informacion trurit, që zakonisht truri këto informacione i përkthen në mendime, i përkthen në funksione të cilat mund të lidhen ose mbathja ose lufto, ose me një situatë emocionale. Domethënë ajo që unë dua të them është se sistemi tretës është shumë i rëndësishëm dhe informon trurin që këto sinjale të përkthehen në mendime, të përkthehen në një emocion, të përkthehen në një ndjenjë. Ajo që ne quajmë me zëm frik në tru, shpjegohet me aktivizim të amigdalës, me aktivizim të hormoneve. Edhe fjala vetë unë ekzistoj është si pasojë e impulseve elektrike edhe reaksioneve enzimatike. Do më thënë, njeriu thot që unë shikoj. Në pjesën e pasme të trurit, truri është si një anten që shkenca sot e ka vërtetuar që 70% e tij është masë vajore. Edhe brenda kësaj antene ndodhen rrjete elektrike ose qelizat, cilat quhen neurone. Edhe ky rrjet elektrik ose kjo anten, të gjitha këto procese të cilat ndodhin në sistemin tretës, në sistemin kardiovaskular i përkthen
i përkthen në mendime, i përkthen në ndjenja, i përkthen në perceptim. Domethënë i përkthen në se si ne kuptojmë dhe se si ne mendojmë botën. Edhe aksidentet që bëhen nëse një person merr goditje në pjesën e pasme të kokës nuk shikon dot. Sepse thjesht qelizat në retin, janë disa qelizat cilët quhen rodopsin, bëjnë të mundur që fotonet zakonisht janë një, si mund thuash, një val ose një val drite janë ato që e kanë objektet, dhe fotonet prekin pjesën e retinës, pra qelizave në sy, dhe aty më pas matet intensiteti, rryma, kontrasti, si punë një fotografie. Dhe këto shkojnë në pjesën e pasme të korteksit parietal, janë disa giruse atje, girusi postcentral, dhe përkthejnë një imazh. Edhe një person që po u dëmtua këtu, edhe sikur syt mos t'i ketë dëmtuar, nuk shikon dot, sepse nuk bëhet përkthimi ose konvertimi i intensitetit, i kontrastit, i frekuencës së dritës që të konvertohet në një imazh ose në një hologram. Edhe truri është një antenë, unë e quaj, ose është si një univers, të flasësh për trurin është diçka shumë e madhe, sepse aty është, domethënë edhe pjesa e gjumit se si rregullohet, edhe cilësia e gjumit është e lidhur patjetër me trurin, me pjesën e stresit, aktivitetit fizik, ushqyerjes, konsumimit lartë të kafeinës që dëmton gjumin, por është e lidhur ngushtë edhe me sistemin gastrointestinal, pra mënyrën e jetesës. Ndikon më shumë truri tek sistemi gastrointestinal apo anasjelltas? Nëse do mund ta ndajmë gjithmonë. Shiko, unë nuk e ndaj dot, por unë them që ndikojnë më shumë zorët në pjesën e trurit. Nervi vagus në shqip quhet nerv endacak. Domethënë quhet nerv endacak sepse endet kudo. Dhe po thuaj se 75% e tij është aferent. Çfarë do të thotë aferent? Komunikon më shumë me pjesën nga zorët sipër, domethënë nga poshtë lart. Jep më shumë informacione trurit. Çfarë janë këto informacione? Informacione sensoriale. Pra, nëse ti ndjen një dhimbje në bark, atë ndjen më njëherë në kokë, nuk flet dot. Domethënë nga një dhimbje stomaku, personi nuk mund të flet dot. Nëse ka një fryrje barku, nuk flet dot. Nëse ka një elmim, nuk mund të flet dot. Nëse ka një kapsullë kolit, nuk flet dot. Është e vështirë për të fjetur, ose është e vështirë që dhe të perceptoj një person që ka diare. Si pasoj një elmimi ose që ka diare nga një zor i irrituar, nuk mund të mendoj dot në mënyrë racionale dhe prishet cilësia e jetës. Pra sistemi gastrointestinal, si të flasësh për stomakun, për zorën e hollë, për mëlçin, për tëmthin, këto organe janë si enciklopedi. Domethënë, unë i quaj si një bioreaktor universal sistemin tretës. Me ndikim direkt të truri, edhe për mendimin tim sistemi tretës ka dhe lidhje me sëmundje të ndryshme neodegenerative. Këtë nuk e them unë si Luciano Bardhi, ka studime shkencore ose referenca me PubMed. Janë disa produkte ose disa metabolit inflamator, të cilat quhen muramil dipeptid. Ose unë e quaj molekula të dëmshme, baktere, toksine, që këto ndikojnë direkt në tru, lidhen me arresën ose trurin e mjegullt. Një person që ka zorët e inflamuara ka dhe tru të mjegullt. Faktikisht është një pyetje që do ta bëj shpesh me shumë gjasa. Si mund ta mirëmbajmë sistemin gastrointestinal në mënyrë që të jem edhe i shëndetshëm ndoshta mendërisht për punët që bëj, apo sepse sot është bërë jeta pak e vrullshme. Po. Dhe kam përshtypjen që është edhe një nga faktorët kryesorë që ti nuk mirëmban më, po themi, shëndetin fizik dhe papritur ndjen që je më i lodhur, mendon më me pak produktivitet, në sensin kjo është gjë që kanë konstatuar edhe tek vetja. Po si mund ta mirëmbaj këtë gjë që të kemi ndikim pozitiv pastaj? Kjo është një pyetje shumë e drejtë që drejtohet. Këtu ka dhe diçka, sepse shumica thon për një person se si duhet bësh i suksesshëm, domethënë vetëm gjëra monotone ose vetëm gjëra robotike. Por thjesht unë nuk kam parë një video që të jetë e biznesit që një person të reklamoj ose të shfaqë edhe natyrën, ose që të shfaqë edhe pjesën e shëndetit në tërësi ose në gjithësi që të lidhi pjesën e sistemit tretës. Është një fjalë e urtë që thuhet nuk ka trup të shëndetshëm në një trup të pashëndetshëm. Dhe truri i pashëndetshëm nuk ekziston në një trup të pashëndetshëm. Dini si është trupi i njeriut, është si puna e një peme. Rrënjët janë sistemi tretës, pra sistemi digestiv, përfshim stomakun, zorën e hollë, zorën e trash. Pjesa e trungut është mushkëria, zemra, dhe pjesa e gjeteve ose pjesa e atyre degëve është truri. Janë të lidhura ngushtë dhe ti nëse nuk e ushqen këtë, nuk kujdesesh si duhet, atëherë nuk ke çfarë përthith,
që t'ja çosh trurit, është si puna një peme. Ti duhet i hedhësh pleon organik, duhet ta mbash të pastër, nuk duhet ta kombinosh, nuk duhet ta kontaminosh me pesticide, me herbicide, me lënë toksike, që mos të kontaminosh dhe mos të dëmtosh pjesën e gjethes. Ashtu është puna dhe e trupit njeriut. Dhe një sistem tretës i shëndetshëm lind që nga një tretje shëndetshme. Njeriu nëse defekon siç duhet, defekim do të thotë pjesa e jashqitjes. Të kështu quhet, defekim nuk është as pak për të ardhur turp. Defekimi është shumë i rëndësishëm. Një person nëse defekon çdo ditë dhe nëse nuk ndjen fryrje, gati bën ose e ka sistemin tretës 80% funksional. Një person që nuk ka fryrje nga ajo që nuk konsumon. Sot një shumë njerëz që të paktën kur një ushqim e konsumojnë direkt ndjen fryrje, se s'kan me enzima, po i humbasin. Do të thonë çfarë janë enzimat? Unë vetë përsëri këtë mikrobiot ose këtë qytet, unë përsëri zorët i quaj si qytet, dhe brenda këtij qytetit jetojnë qytetarët, inxhinierët, oficerët, mësuesit, gjithë që kujdesen për gjithë ata që kujdesen për mirëmbajtjen e këtij qytetit. Dhe më të rëndësishëm në këtë qytet janë ata që merren me pastrimin. Domethënë, ne këtu e shajm një person që pastron, dhe mos e themi pastrues ky. Në Shqipëri më shumë se jashtë vlerësohet. Që e lidhëm, është shumë e bukur, edhe puna e zorëve thonë, hajde mos e tub tretës, qesk ose depozit, thjesht merre këtu, ta nxjerrim nga ana tjetër. Nuk është ashtu. Edhe Hipokrati që është babai i mjekësisë, domethënë që shkenca kryesore ose bazat, rrënjët kryesore të mjekësisë moderne, ose të mjekësisë që ne njohim sot, nga Hipokrati vjen dhe Hipokrati ka thënë që çdo sëmundje, çdo çrregullim ka genezën tek pjesa e sistemit tretës. Edhe ndonë se sot nuk quhen, zorët quhen edhe si organ endokrin. Organ endokrin në mjekësi quhen ato organe që prodhojnë ose sintetizojnë hormone. Hormonet janë lëndë rregullatore të cilat derdhen në gjak, për të informuar dhe për të kryer një detyrë të caktuar. Ama sot mjekësia nuk e pranon që zorët janë organ endokrin, që çrregullimet aty kanë lidhje me ankthin, pjesa e gjumit, melatonina, që po ta them edhe këtë, që cilësia e gjumit ose cilësia e sistemit tretës ose për të patur një për të patur një sistem tretës të shëndetshëm, është shumë i rëndësishëm dhe gjumi. Pra gjumi, aktiviteti fizik, ushqyerja. Melatonina që është hormoni i gjumit, është e pak e çuditshme kjo, por prodhohet 400 herë më shumë në sistemin tretës. Melatonina që është hormoni i gjumit, që zakonisht. Pra aty është baza e prodhimit. Aty është baza e prodhimit, por aty ka efekte lokale. Në mjekësi quhet acetilformil metoksikinuramin. Kështu e ka emrin në mjekësi, acetilformil metoksikinuramin. Vetë melatonina zakonisht formohet sipas një serie të reaksioneve enzimatike. Nga triptofani, serotonina, acetilserotonina, acetilmetoksitriptamin ose në fund që është melatonina. Dhe vetë hormoni i gjumit që quhet melatonin prodhohet në mënyrë cilësore kur një person e ka sistemin tretës normal të shëndetshëm. Nëse një person që ka fryrje as gjumin i del gjatë natës, do zgjohet për të konsumuar pak ujë. Këtu përjashtojmë dhe stresin, sepse stresi sot njeri pa stres nuk ka, stres, ankth. Do flasim. Domethënë është diçka që na prek të gjithëve, i gjithë rrezullin toksor prek stresi, por të paktën kujdesja mbi ushqyerjen ose mbi ushqimin, sepse sot ka aq shumë diversitet ushqimi, por ka aq shumë edhe junk food, se që këto janë thjesht ushqime të kalbura, ushqime të vdekura, që thjesht kur i shikojnë këta qytetarët ose këta pastruesit që unë i them mikroskop universal, ose unë i them edhe zorëve i jap një atribut shumë të veçantë, i them si galaktik. Ose i them si galaktik me yje. Janë aq shumë të rëndësishme. Do të thonë pjesë e rëndësishme e universit. Shumë, sepse ne brenda trupit ton kemi univers. Do të thonë trupi ynë është më shumë, ka rreth 30 deri në 40 trilion mikroorganizma dhe ka rreth 30 trilion qeliza. Pra trupi ynë ka rreth 2 kg mikroorganizma, që këtu janë mikroorganizma si parazit, virus, baktere. Pa këto trupi ynë nuk jeton dot. Dhe këto mikroorganizmat kanë ADN. Pra trupi ynë ka një hipotezë shkencore që ka më shumë mikroorganizma, më shumë baktere, se sa qeliza. Pra dhe këto mikroorganizma që nuk janë qeliza, por janë viruse, kërpudha, baktere, këto kanë një ekosistem. Do më thënë, ne nuk jetojmë do të pa këto baktere të këqija, por thjesht duhet mbajtur një balancë. Po, sepse balanca është ajo që sjell balanca është ajo që sjell harmoni, që sjell buzëqeshje, që sjell suksesin e organizmit, po themi. Edhe vet universi nuk mund të ekzistojë pa të keqen. Pa balancën. Edhe vet natyra që është nuk mund të ekzistojë pa kaos.
Pra aty ku ka kaos, ka dhe një harmoni. Nuk mund të ketë të mirë pa të keqe dhe të keqe pa të mirë. Edhe puna e sistemi tretës, kështu është. Momenti është që aty duhet të ruash të balancë. Sepse nëse këto bakteret e këqija rriten, aty lind ankthi, pagjumësia, sistemi i tretës nuk funksionon siç duhet. Prandaj janë shumë të lidhura dhe ushqyerja sot është një temë që është bërë shumë e famshme. Çfarë rekomandoje për të ushqyer që po themi ndihmon në këtë? Flas në mënyrë evazive, jo duke ikur specifikisht llojit ushqimit. Shiko, unë tek sepse dëgjoj edhe shumë njerëz që thonë mos e ha këtë, mos e ha këtë, mos e ha këtë. Shiko, janë disa ushqime të cilat e zëm ushqimet e procesuara, që janë diet, ushqimet e marketit me vaj kanole, vaj palme, pjesa e sheqerit industrial, të cilat kanë acesulfam, aspartam ose produktet karamelizuara. Këto janë thjesht imituesa të ëmbëlsuesve. Për të manipuluar është një molekule e cila quhet monosodium glutamat. Kjo është një krip artificiale e cila u jepet produkteve të kripura. Edhe vetë fast foodet ose junk foodet kanë disa ngjyra të verdhë, të kuqe, portokalli, që kjo bën që receptorët e trurit në pjesën prefrontale të korteksit, kjo zona këtu është pjesa ku ne perceptojmë, ose ku është zona inteligjente. Me këtë zonë është kështu që me këtë zonë mendojmë ose themi fjalë intelektuale. Edhe kjo këtu çfarë bën? I thot sistemit limbik ose sistemit reptilian emocional që tani pusho ose ka muradën për të folur. Pra një person nuk agravohet, është i qetë, flet siç duhet. Dhe këto ushqime të cilat janë të përpunuara me këto kripra artificiale ose me këto shtesa të cilat imitojnë kripën, këtë zonë këtu i thonë që e shtypin. Në si punë e gazit që i thonë që mos pra efektin racional ose mendimin, perceptimin ose intelektin njerëzor e nxjerrin jashtë loje. Edhe personi thjesht thotë që unë do shkoj, do ta ha atë ushqim sepse çfarë bën joshet. Edhe kështu lini dhe disa reaksione enzimatike, është një aminoacid, ai është edhe si neurotransmetues, quhet glutamat. Sot njerëzit kanë toksicitet të glutamatit. Glutamati është si një aminoacid që është si puna pedales së gazit, vetëm gaz. Por ti nëse i shtyp makinës vetëm gazin, ke dhe mundësi që të përplasesh. Pra te truri njeriu ti ke mundësi që të bësh gabim, të flasësh më shumë se ç'duhet, agravosh, të nxjerrësh. Po themi. Pra cilësia domethënë është, pra këto ushqime junk food janë të dëmshme. Pastaj unë i them edhe këtë pacientëve, klientëve gjatë konsultimeve që bëjmë, e rëndësishme është ushqimet e stinës. Domethënë çfarë ka stina është e rëndësishme, më kujtohet dikur ka qenë traditë, unë konsumoja, merja me vete buk me gjallë, buk me vaj ulliri, kishim edhe vaj ulliri, ose buk me krip, me domate dhe djath. Sot fëmia nuk e dia të kafshatën që të konsumoj buk me krip, me vaj ulliri, se sot është vaj ullirit. Sot janë kushtet më të mira, po nuk e dia të. Ajo është një cilësia shumë e madhe, se që ajo është kënaqësia shumë e madhe, se që barazohet ose ka vlerën sikur një fëmijë sot japësh një telefon të shtrenjtë. Dhe fëmia rritej më shumë i shëndetshëm sepse i jepte një kënaqësi shumë të madhe. Pra ushqimet jo të stinës, që sot e dëmtojnë proceset fiziologjike, një ananas, një mango, ç'pun kemi ne me këto ushqime. Ushqime të cilat janë me herbicide dhe shumë e rëndësishme për sistemin tretës është edhe agjërimi. Domethënë që të bësh fasting, i lejon trupit, nuk po them që të rish pa bukë. Jo, mos ri pa bukë, thjesht jepi kohë vetes, jepi orar trupit që thjesht ato mbeturina që ti krijon vetëm nga ushqimi, nga stresi, nga gjumi pakët, nga toksinat që thithën, nga uji, ajri, po jepi pak kohë trupit sepse gjatë gjithë kohës ne jemi mësuar që të konsumojmë diçka. Domethënë diçka që thjesht qoftë edhe për nervozizëm. Bravo. Domethënë ne sot nuk e ham ushqimin se ndjejmë uri. Thjesht e ndjejmë dhe konsumojmë ushqimin sepse jemi në ankth, në stres. Duam një shije të mirë, një ndjenjë që të na ndikojë psikologjikisht. Që na ndikojë tek neurotransmetuesit. Shumë e vërtetë. Nuk e konsumojmë ato ushqim ose konsumojmë diçka një junk food thjesht për të kaluar pak atë monotoninë. Për të marrë dozën. Mund ta quajmë drogë moderne këto? Drogë moderne, junk food. Domethënë këto quhen drogë moderne, të cilat e nxjerrin jashtë pjesën e idesë racionale, mendimit intelektual, edhe thjesht to krijojnë edhe kakofoni mbi sistemin tretës. Nuk tretet ushqimi, madje ushqimet e procesuara, ushqimet cilat janë me vaj kanole, vaj palme, ose ëmbëlsues artificial, acesulfam, ose aspartame, po shikoj një ditë një kefir ose një probiotik, sepse kudo ku shkon në market kefir. Kur e lexon nga pas, patjetër që ka dhe kefir që aty janë të shëndetshëm dhe që duan, por më beti është se
Duhet ta lexosh një herë edhe çfarë thot nga pas. Pash një ditë një kefir që thoshte vetëm thjesht majani se shte. Edhe thjesht kishte nga pas ëmbëlsuesat, këto që thon kefir me fruta. Ai është imitim sheqeri, është fruktoz, maltodekstrin. Edhe ti shikon kefir, është edhe çmimi i lartë edhe thua që po pi kefir me fruta, po pi kefir me sheqer. Por në fakt nuk është ashtu, është më mirë që të merret kefir pa sheqer, thjesht kefir. Që mos jetë i ëmbëlsuar ose me këto konservantët ose me këto ëmbëlsuesit artificial. Dhe pastaj kefiri i shëndetshëm ose kefiri që është natyral është shumë i shëndetshëm. Kefiri ndikon tek sistemi i tretës është shumë i shëndetshëm. Okej. Sidomos për trurin, sepse ka dhe bacile të mira, ka disa bifidobaktere, këto bifidobakterët janë baktere të mira cilat rrisin edhe sintetizimin e gabës. Sot unë thash që glutamati është toksik, është një neurotransmetues që kur rritet bëhet pak toksik. Jo se është toksik, por sot ai çfarë bën, nga që shtypet her pas here si puna e pedales gazit, çfarë bën e eksiton trurin. Më thënë jep atë efektin joshës. Dhe sot ne kemi rritje të glutamatit dhe ulje të një aminoacidi që unë e kam përkufizuar dhe në librat e mi si aminoacidi breshkës. E keni dhe breshka në fakt në krahasim me lepurin jeton më gjatë dhe merr më shumë kënaqësi, kurse lepuri shkon më shpejt në pistën e vrapimit, por mund të shkojë gjymtuar. Dhe breshka e përjeton kënaqësinë. Sot njeriu lepuri nuk e shijon as udhimin. Kurse lepuri nuk shijon pak atë udhimin, thjesht kalon shpejt edhe gjatë asaj shpejtësisë mund edhe të rrëzohet, mund edhe të psojë një aksident. Rrisjet janë më të larta, kështu krijohet edhe pjesa e jetës së një njeriu. Edhe sot ne jetojmë vetëm duke imituar tjetrin. Do thënë, thjesht jemi kopje e tjetrit dhe nuk kemi pasqyrimi dhe nuk kemi, si thua, kur ne shkojmë në pasqyrë, thjesht nuk shikojmë veten tonë, por duam që të kopjojmë tjetrin. Dhe vetë sistemi i tretës kështu krijon atë pjesën e perceptimit që shiko se ti s'po ekziston, ti po thjesht po imiton tjetrin. Edhe kështu krijohet një monotoni dhe midis tyre baktereve që thash se këto janë shumë të rëndësishme, se që këto bakteret këtu brenda ndikojnë dhe në neurotransmetuesit e trurit. Do të ndikojnë dhe në neurokimin e trurit. Sistemi i tretës ndikon dhe në pjesën e mendimit të trurit. Kështu që mund të përkufizohet është truri i dytë. Truri i dytë sepse ka neurone. Aty janë disa molekula të cilat quhen trefoil factor, autotaksinat, kispeptinat, katestatinat, obestatinat, opelinat, ose janë disa lëndë të tjera të cilat quhen edhe matriptazat, triptazat, betatriptazat. Këto janë molekula që ndikojnë dhe në mendim, ndikojnë dhe në gjumë, ose ndikojnë dhe në pjesën e frigrave. Është shumë i rëndësishëm sistemi i tretës dhe vetë qelizat e zorës së holl kanë disa qelizat që quhen astrocite. Deri më sot ne dinim që neuronet janë vetëm këtu, në tru. Por neuronet janë edhe në zorën e holl, janë edhe në zorën e trash. Ndodhen në pjesën e shtresës submukozale ose poshtë mukozës dhe quhen si astrocitet gliale ose quhen si neuronet e sistemit tretës. Vetë kjo ka studim shkencor, PubMed quhet. Nga termi sub quhen të fshehura. Sub, domethënë mukoza, submukozës, poshtë mukozës. Edhe zakonisht quhen qelizat nervore enterike. Dhe sistemi i tretës mund të funksionojë dhe në mënyrë të pavarur nga truri. Pa marrë, po themi, komanda apo logjik. Pa marrë komanda dhe logjik, dhe prandaj kur ne ndjejmë këtu një rrezik ose kur ndjejmë një emocion ose kur takohemi me një person për herë të parë, direkt ne ndjejmë diçka këtu. Ose si thua djersitjet e duart, ose këtu sikur ke takikardi, ritëm të çrregullt. Këtu janë disa ganglione ose tufa nervore quhen trungu celiak ato ose pjesë e pleksit mesenterik superior inferior trungu celiak. Edhe këto vazhdimisht dërgojnë shumë neurotransmetues dhe çlirojnë neurotransmetues GABA, acetilkolin. Dhe këtu pastaj krijohet një peristaltik më e lartë, sikur të bëjnë zhurmë zorët. Edhe pjesa që ta përmenda pak më parë është shumë e lidhur, pra neurone ka dhe zora e holl, siç ka truri ka dhe zora e holl, ndaj quhet si një tru i dytë, dhe sistemi i tretës, kryesisht zorët, funksionojnë në mënyrë të pavarur nga truri. Shiko, doja të të pyesja edhe për gjë aktuale, të paktën në Shqipëri unë e konsideroj plag, kam qenë vetë përdorus i tyre, që është cigaria dhe kafja. Dhe më thënë të paktën unë personalisht e kam konsumuar duhanin për rreth 20 vite, e shoqëruar gjithmonë edhe me kafen. Çfarë ndikimi kanë tek sistemi i tretës gastrointestinal që të kuptoj edhe se si ndikon pastaj tek performanca e të menduarit. Sepse fokusin e kemi këmbë mendja, po dua që të kuptoj edhe se si ndikojnë direkt apo indirekt edhe këto element që të paktën ato që kanë punë të përditshme apo bëjnë dy punë justifikohen që kanë shumë stres dhe i konsumojnë të dyja duke i dhënë arsye vetes
Duke dalë ndoshta edhe te i maseve me 5 po themi kafe, me 2 paketa cigare në ditë e kështu me radhë. Për të eliminuar lodhjen, shumë e saktë kjo pyetje që drejtuat. Në parim, gjithnjë kur një diçka e nuk i kalon dozën është e shëndetshme, edhe në pjesë e medikamentit, që atë e ndan një medikament kur merret, nëse ti kalon dozën, ai mund të japi reaksion ose efekt ansor. Tani kafeina është një produkt që është shumë i shëndetshëm. Domethënë vetë kafeina nëse nuk kalohet doza, pra 2 kafe në ditë, maksimumi deri në 3, mund të jenë të mjaftueshme thjesht në sasi të vogël, në sasinë e një ekspresi të vogël. Po. Mirë po, ka shumë njerëz që thonë për të eliminuar lodhjen, siç më thatë edhe ju, po pi një kafe. Mirë po, për të eliminuar lodhjen përsëri pas 2-3 orësh, sepse sot qëndrohet edhe ulur, pihet edhe kafe. Kjo është pak, domethënë ty të duket sikur të heq atë lodhjen, por në fakt nuk është kështu. Tani çfarë bën kafja? Kafja edhe një herë tjetër është e shëndetshme dhe unë përdor kafe, dhe unë mund të përdor maksimumi deri në 3 kafe. Ka dhe raste që të rrim shtrëmbë të flasim drejt, tregojmë drejt për drejt, edhe unë kur lodhem, kur lexoj mund të përdor dhe kafe në orën 9 ose 10, të flasim drejt. Mirë po, tek disa njerëz, të cilët kanë orare të zgjatura të punës, qëndrojnë shumë ulur, pjesa e përdorimit të kafeinës ndikon shumë edhe te pjesa e cilësisë së gjumit. Përse? Një person që konsumon shumë kafe, fjala vjen 4-5 kafe në ditë. Vetë kafja ka acid kafeik. Dhe kafja zakonisht bën të mundur stimulimin dhe të disa katekolaminave. Katekolaminat janë disa, mund t'i quajmë hormone ose më shumë noradrenalina ka efektin e një neurotransmetuesi, pra stimulon receptorët membranor, alfa një adrenergjik, beta një adrenergjik. Rrit kontraktimet në zemër. Çfarë bën? Rrit presionin arterial. Rritja e presionit arterial bën që të rritet konsumimi dhe shpenzimi i oksigjenit. Zemra bën që të marrë më shumë glukozë, më shumë oksigjen dhe kështu të ndjen një fuqizim, sikur të hapen sytë. Dhe pastaj, çfarë bën kafja? Kafja bën të mundur dhe parandalimin e gjumit. Pra bën që të mos akumulohet adenozin te pjesa e trurit e sistemi aktivizimit retikular ose te pjesa e diencefalonit. Pra kafja nga ana tjetër stimulon këto receptorët që ti të kesh më shumë oksigjen, që të merren lëndë ushqimore nga pjesa e ndryshme dhe të futen në qelizë. Domethënë atë ofron atë efektin që ti të kesh më shumë energji për momentin. Por nga ana tjetër, kafja duke qenë se stimulon receptorët membranor, aktivizojnë protein kinaza, fosfolirin proteinik. Nëse kalohet kjo dozë, ti mund të derdhësh nga trupi dhe minerale. Derdh magnez, derdh pak vitaminat B, sepse po konsumove kafe, kafja është edhe laksativ. Ti do shkosh edhe në tualet. Pra, kur themi derdh i nxjerr jashtë. I nxjerr me urinim. Këto elementë që janë të nevojshëm për janë të domosdoshëm. Gjithnjë nëse kalohet doza. Nëse kalohet doza 4-5 kafe në ditë, është shumë e dëmshme sepse mund të shkaktojë një person që konsumon dhe esëll, rritet mundësia edhe për gastrit. Një person që ka ulçur mund të krijojë edhe dëmtime aty të mukozës gastrike, se acidi kafeik stimulon edhe ionet e hidrogenit. Acidi kafeik që ndodhet, kafja ka dhe disa lëndë të cilat quhen teofilina, teobromina, metilksantina. Këto nuk i thon, po nejse, i themi ne për herë të parë. Këto çfarë bëjnë? Stimulojnë receptorët beta-adrenergjik. Këto receptorët beta-adrenergjik janë receptor membranor në qeliza, receptorët beta-1. Edhe një mjek kardiolog, domethënë që i thot mjekut ose që i thot pacientit, domethënë ose një person që ka gastrit, mos konsumo kafein, domethënë. Ose edhe pjesa e kafes së lartë, një person që ka problematika me tension shumë të lartë i thotë që të lutem mos konsumo shumë kafe dhe cigare, sepse këto nxisin receptorët beta adrenergjik që janë më shumti tek ventrikujt, tek indi adipoz dhe te pjesa e veshkave. Dhe personi mund të ketë urinim më të theksuar, mund të ketë edhe efekt laksativ, por te pjesa urinimit. Pra gjithnjë te kalimi dozës e bën të kundërt këtë efekt, por 2 deri në 3 kafe në ditë është shumë e shëndetshme, sepse kafeina është e shëndetshme për mëlçin, është e shëndetshme për peristaltikën, stimulon jashtëqitjen, është kundër konstipacionit, por nuk duhet kaluar doza, sepse ne kafen e përdorim sot jo si diçka relaksuese, por thjesht për të hequr dhe stresin ose për të larguar pak atë lodhjen. Edhe për mendimin tim, nëse nuk kalohet doza, nuk dëmtohet as stomaku. Esëll njërë, sidomos nga personat me gastrit me ulçër, nuk duhen konsumuar. As esëll nga personat me tiroide, Hashimoto nuk duhet konsumuar. As njerëzit që kanë hipertension, që mjekojnë me medikamente, nga mjeku kardiolog nuk duhet ta përdorin esëll. Pra gjithnjë të konsumojnë diçka,
të fusin pak vezën e zirë, avokadon, vajulliri, ushqimin e mëngjesit dhe ta marrin. Pastaj cigaria dihet që domethënë edhe këto IQOS, cigaret elektronike, këto më së shumti shkaktojnë lodhje, domethënë i të kurin organet. Mundim të gjithë e mundojnë sistemin tretës dhe ne krahas stresit ne largojmë dhe derdhi minerale. Pra këto cigaret elektrike, elektronike, kafeina e tepërt bëjnë që trupi të zbrazet nga mineralet. Shumë vërtet. Shiko, që të themi edhe ne ndjejmë ankth. Edhe një gjë pozitive. Do dalim tek ankthi. Unë faktikisht nuk e kisha parashikuar, po unë jam një nga ato persona që kam kaluar disa faza, qoftë ankthit, qoftë probleme me zemrën, kështu që do ta bëjmë si bisedë edhe më të thjeshtë, po edhe më konkrete. Po meqenëse jemi ke kafe dhe cigaria, sepse është temë e diskutueshme gjithandej, sidomos në këto korporatat e mëdha që osa shumë ke pi, ulet dozën, tension e gjëra. Kush janë benefitet nëse unë stopoj sot të dyja? Unë e kam bërë, po për një ndër përfitimet më dhaje që një person mund të lë pjesën e cigares elektrike, janë këto IQOS domethënë, është që mëlçia funksionon siç duhet dhe truri merr oksigjen më shumë. Edhe personi duhet patjetër që ka dhe ka përmirësim cilësinë e jetës, ka përmirësim të pjesës së stomakut, ulet mundësia që të ketë një ulcer, ulet mundësia që të ketë një problematik me konstipacionin, pra ka më pak inflamacion, që qetësojnë organet. Edhe nga pjesa e kafeinës së tepërt, vetëm pak stomaku që mund të ndikojë dhe derdhja e mineraleve. Pra më shumë e dëmshme është kombinimi cigare elektrike dhe kafe. Kur kalohet doza, kurse cigaret elektrike si pak si shumë janë toksike. Domethënë nuk ka as rrugë të mesme, as më the as të thash. Domethënë janë të dëmshme si për zemrën, si dhe për të rinjt, sepse sot imagjino është shumë e frikshme, sepse brezi pas 90-s nuk e dinte çfarë është cigare elektrike, dinte akoma bukën me vajulliri, bukën, madje atëherë s'ka pasur as vajulliri, ka pasur vetëm krip. Ka pasur krip pak djath, ose nëse merrte bukë, domate dhe pak djath ishte lumturi kënaqësi më madhe. Pjata. Kurse sot brezi pas viteve 2000 nuk di asgjë, ç'do di një brez në 2004-ën, ç'a do di, domethënë çfarë kujdesi do ketë mbi sistemin tretës. Kur thjesht modeli që ai ndjek është një person që përdor cigare elektrike, që del në skenë me ato cigare elektrike, që thjesht promovon një jetë luksi, që është luks artificial dhe luks, domethënë i rrem, sikur një shtëpi ngrihet mbi rër, thjesht ç'a modeli do marri për të qenë i shëndetshëm, ose madje sot është edhe pak model që hajde se unë nëse e pi këtë ti nuk e pi, pra bullizimi moshatarëve. Po ndihet si jashtë socializimit. Po ndihet si jashtë socializimit dhe fëmijët nuk duhet përdorin. Unë mbaj mend më kanë filluar herët konsumimin e duhanit dhe mënyra se si po themi e hëngra karremin ishte fiks kjo. Një pjesë e çunave aso kohë e konsumonin edhe unë doja të isha pjesë e këtyre gangsterave. Edhe aty ishte po themi karremi parë. Pavarësisht se mbrapa ndërgjegjësova, u desh shumë kohë pastaj që të shkoja në pikën 0. Kam edhe një pyetje tjetër, meqense edhe cekëm pak më përpara, ku përmendëm edhe drogat e reja, siç është po themi kjo pjesa e ushqimit, por doja të dija edhe këtë, që pse kohët e fundit, edhe se si mund ndikojnë këto drogat e reja, siç është po themi ushqimi që është junk food, apo mënyra jetesës, apo gjithë informacionet që ti mund të kesh, ndikon në ankth apo dhe në depresion, që ndoshta quhet një shkallë më e lartë, po themi. Që kërkon edhe patjetër sepse unë me sa shikoj sa vjen edhe zgjerohet. Unë e kam kaluar vetë, nuk jam i sigurt nëse kam kaluar 100%, për të qenë i sinqert, besoj që është një gjë që edhe mund të bashkëjetosh për një periudhë gjatë, po me çdo që flas, më thotë që e kam dhe unë. Pavarësisht se nuk e flasin dhe se di edhe pse kanë këto kompleksin për ta folur, po unë jam ndier shumë mirë kur e kam folë edhe kam kuptuar që okay, kjo gjë s'po më ndodh vetëm më. Po nga se po vjen, është shumë masive. Ti japim edhe këtë një mesazh shumë i rëndësishëm ky e zëm, të flasësh me një mjek psikiatër dhe me një psikolog është gjëja më e shenjtë që mund të bëjë një person që ka këto çrregullime. Është shumë e shëndetshme dhe patjetër që duhet ta bëj. Pra një person që ka një problematik me ankthin kronik, që nga kjo i prishet dhe cilësia e jetës, nuk duhet ketë turp, madje duhet i drejtohet një profesionisti, psikologut ose mjekut psikiatër, sepse mos të bëj vetë, domethënë tentativa për të ulur këtë gjë. Pra kjo është e rëndësishme, mos të ketë as pak turp, thjesht të marrë ndihmën mjekësore, sepse kjo gjë
shkakton domethënë lidhet dhe me vetvrasjen. Pra shumë e rëndësishme që të marrë një ndim sa për ta përballuar ose shkon në vese të reja, se të gjen paqen ka alkooli, ka droga. Është shumë e rëndësishme që të merret trajtimi mjekësor. Domethënë nëse është nevojë dhe patjetër të kejet ose të krijohet lidhja ose komunikimi me psikologun ose me mjekun psikiatër sa për të dalë nga kjo problematikë. Pastaj e dyta, sistemi i tretë sot është shumë të lidhura janë këto që mund t'i thash pak edhe më parë që nëse destabilizohet ky nivel i mikrobiotës, pra nëse fillojnë këto bakteret e mira që të reduktohen, atëherë niveli disa neurotransmetuesve qetësues që quhet GABA quhet edhe acidi amino gamma butyrik. Ky acid zakonisht formohet nga glutamina. Glutamina është përsëri një aminoacid që me anë të glutaminazës formohet glutamati. Glutamati me anë të glutamatodekarboksilazës formohet acidi amino gamma butyrik. Por nëse reduktohet diversiteti, që do thotë ky qytet ose këto mikroorganizmat nëse reduktohen, atëherë këta neurotransmetuesi që e relaksojnë trurin, bëjnë të mundur që vendimet, gjumi, emocionet të përballohen më mirë, këta kur reduktojnë një person ndjen më shumë ankth. Ose një person e percepton më shumë frikën, një person që ka dhe këto problema ka dhe deluzione, ose thotë që shiko se unë do më vrasin ose kam këtë gjë. Dhe është shumë e rëndësishme pjesa se si funksionon sistemi i tretës, sepse mund themi që kanë ndikim të drejtë për drejtë dhe tek ankthi, depresion. Madje ka dhe shumë mjek që i lidhin ose mental disorders, sëmundjet e sistemit mendor, domethënë çrregullimet mendore, këto përjashtojnë më traumat, përjashtojnë këto kur një person ka patjetër një stres kronik, një traumë, përjashtojnë këtë pjesë domethënë që është stres psikologjik. Kapim vetëm anën fizike që përse është bërë një person që ka gastrit kronik ose që ka dhe probleme kronike me zorët, pas një farë kohë ka dhe stres ose ka dhe ankth. Madje shoqërimi i ankthit shoqërohet edhe me ose pjesa e ankthit shoqërohet edhe me ndryshime elektrike të miokardit. Vetë qelizat në zemër kanë disa fije elektrike të cilat janë tek nyja sinusale, sinoatriale, atrioventrikulare, fibra të porkinjoze. Kur ka ankth personi i fryen edhe zorët, pra ka një putrifikim ose nëse ti një ushqim, pra nëse ti nuk e tret një ushqim, ai ushqim fermentohet. Çfarë do të thotë një ushqim fermentohet? Nuk e përdor ti atë ushqim, por e përdorin këto bakteri jo të mira. Kur një person pra zhvillohen ato dhe jo ajo që duhet. Bakteret jo të mira dhe ti nuk i merr dot këto lëndë ushqimore. Këto benefite mund të quajmë. Aminoacidet, mineralet, vitaminat. Dhe trupi yt është i varfër nga këto lëndë ushqimore. Dhe këto lëndë ushqimore formojnë këto metabolitë të cilat quhen inflamator. Muramildipeptid, triacilipopeptid, endotoksina, tetrametilendijamina, pentmetilendijamina, indol, skatol, fenol, krazol. Domethënë formon substanca toksike. Këto ndikojnë direkt në neurokimin e trurit. Pra, janë disa lëndë të cilat quhen tetrametilendijamina ose fenol, indol, skatol ose produkte të fermentuara. Në vend që ky produkt ushqimor që ti merr t'japi energji, t'japi ATP ose adenozin trifosfat, ai shkon dhe konsumohet nga bakteret jo të mira dhe krijon inflamacion. Pra përveç se nuk jep benefitin, rrit edhe të keqen, po themi. Shkakton dëm dhe rrit inflamacionin dhe ankthi lidhet shumë dhe me një inflamacion. Pra personi ka inflamacion, ka ulje të përthivjes së vitaminës B12, të magnezit, të omega 3. Omega 3 zakonisht nuk prodhohet dot nga trupi njeriu, duhet të marrë, domethënë, kryesisht është pjesa e peshkut, sardeles, që shumë e shëndetshme omega 3. I këshillon këto kapsulat? Suplementet, shiko. Edhe të gjitha konsultimet që unë bëj, unë i them, pa i pastruar zorët, nuk vlen asnjë suplement. Po, se s'ka se si ti marrë. S'ka se si ti përthithësh. Dhe një person që ka ankth, nuk i përthith dot to lëndë ushqimore. E edhe i ngopet nga një do më thëmë, bën një konsult dhe i thot, ty të mungon kjo, kurse ai ka zorët në stres. Ai nuk përthith. Sado që ti fut, ato thjesht dalin. Ato thjesht dalin dhe të krijojnë fryrje. Nuk i merr i miri, i merr i keqi. Dhe këto ndikojnë direkt në neurokimin e trurit. Dhe këto, kur zora fryhet, çfarë bën? Shtyp edhe diafragmën. Po, fillon pas të ndjen dhe marrin e frymës. Marrin e frymës dhe fillon edhe aritmia, ose fillon takikardia, ndryshimet elektrike, fillon dhe dhimbja e kokës, ose dhe pjesë e djersitjes, marramendje, vertigo, ose të tjetërsohet jeta, të prishet cilësia e jetës, sepse fryrja e zorëve
krijohet edhe pjesa e fryrjes së stomakut. Stomaku mbushet me gaz, rriten reflukset. Ngjeshën. Refluksi do të thotë refluks gastroezofageal, që pastaj ti merr inhibitor të pompës protonike ose merr omeprazol, kur çfarë bën ti thjesht lufton vetëm pasojën, por jo shkakun. Dhe këtu shumë e rëndësishme vetëm kontakti me natyrën. Natyra e qetëson shumë sistemin nervor. Të dëgjosh, madje do duket pak e çuditshme, por të shikosh ngjyrën e gjelbër. Thjesht të shikosh vetëm një pemë, të shikosh vetëm ngjyrën e gjelbër, të kesh kontakt me natyrën, të dëgjosh një zë cicërime, të dëgjosh vetëm një zë bulkthi. Tani po vjen dhe stina e verës të bësh tokzim, të kesh natyrë të ngushtë me natyrën, ose të konsumosh ushqime jo të procesuara, të konsumosh, të hidratohesh. Hidratimi është shumë i rëndësishëm. Do të thënë, ti hidratohesh sepse vetë trupi jon përbëhet nga rreth 70% siç është toka, është edhe pjesa e trupit njeriut. Më së shumti ka ujë, do të thënë ka minerale. Vetë qeliza, miokardi nuk të kurret nëse nuk ka ngacmim elektrik. Ngacmimi elektrik krijohet nga ionet, nga kationet, nga magnezi që është intracelular, nga kaliumi që është intracelular dhe nga natriumi që është ekstracelular. Pra këto krijojnë kontraktimet ose kontraktilitetet miokardiale. Krijojnë atë të kurjen, që është ajo zhurmë, lup. Pa minerale nuk ka jetë. Faktikisht do të pyes për këtë, sepse unë kam historinë konkrete timen, por përpara se të shkoja tek ajo, meqense jemi ke ky ekosistem për mënyrën se si funksionojnë gjërat, edhe për mua ishte goxha e qartë, pavarësisht disa termave që ndoshta do të kuptoj më vonë. Duhet të pyesja edhe për efektin e sheqerit tek e gjitha kjo. Do të thonë, një këshill që më është dhënë kur kam pas probleme me ankthin etj, më është dhënë edhe hiqe sheqerin për një periudhë. Po, pjesa e sheqerit, domethënë, më së shumti se njerëzit mund të kenë edhe pyetje ose mund të bëjnë edhe pyetje, po si ka mundësi që sheqeri ishte i dëmshëm. Shiko se edhe frutat kanë sheqer, domethënë që panxari ka, molla ka, kajsia ka, kumbulla ka, manafera ka. Por nuk do të thotë se duhen eliminuar këto se këto kanë sheqer, kanë glukozë ose sukrozë, apo se mjalti ka sukrozë, ndërsa frutat kanë fruktozën. Është muhabeti i sheqerit artificial, domethënë ose sheqerit industrial, sheqerit të fabrikuar që ndodhet kudo. Se edhe një person që po pati këto problematika do gjej dhe zgjidhjen që e tham pak më parë për të hequr pak ata ankthin. Dhe pothuajse sot sheqeri lidhet edhe me mykun. Një person që ka dhe ankth ka 80% probleme të sistemit tretës. 80% është domethënë shumica e njerëzve. Nuk e heqin pjesën e ankthit që është jo fizik, që është si pasojë e një pune të rënduar, e një traume të kaluare, si pasojë një jetese që mund lidhet me ndarja e jetës së një familjari. I heqim këto si pasojë një stresi, sepse dhe unë jam person që kam stres, por heqim pjesën e punës, heqim pjesën e traumave, e lidhim me çrregullimet fiziologjike ose me çrregullimet biologjike. Lidhet patjetër dhe mungesa e vitaminës D. Pra mungesa e vitaminës D e bën personin që ta përballoj në mënyrë pak më të rënduar pjesën e ankthit, pjesën e stresit, e bën më që ta ketë më problematike, ose magnezi. Magnezi është mineral shumë i rëndësishëm. Unë do të përmend disa molekula të cilat quhen citidin 5-difosfokolina, treolaza, sikurse dhe një tjetër e cila quhet trimetilglicin ose betain. Këtu në Shqipëri nuk njihen, por citidin 5-difosfokolina ose kolina. Një person që ka ankth, që ka stres, konsumimin e vezës duhet ta ketë shumë të rëndësishme. Sepse veza nuk e dija këto. Unë e konsumoj edhe sepse bëj aktivitet fizik, por që veza është shumë e rëndësishme sepse ka kolin. Kolina formon një donator metili, që është një parametër biokimik që quhet C3 që jep metil që çaktivizon ose mbyll disa gene, dhe kolina formon një lëndë e cila quhet trimetilglicin. Kolindehidroginaza formohet beta-inaldehidi, beta-inaldehidroginaza, trimetilglicina, është një reakcion enzimatik, pra veza vet ka kolin. Ka pothuajse aminoacide shumë të rëndësishme, ka leucin, izoleucin, valin, nga veza lind dieta, dhe veza lëngu i mishit, perimet e stinës, majtanozi, selenoja, gjalpi, kosi, gjalpi organik, kosi organik. Çfarë ka ushqim të stinës janë shumë të shëndetshme, pra kefiri, veza, lëngu i mishit, pothuajse këto frutat e egra, boronicat, manaferat, pjesa e manave, ose pjesa e thanave, janë shumë të rëndësishme, por sidomos tani që manaferat, boronicat, që janë edhe me bollëk edhe që janë, sepse këto krijojnë dhe në trup disa substanca sikurse dhe shega. Shega për trurin është mbreti frutave. Shega rrit perfuzionin cerebral,
Shega bën të mundur që Gordonobacterum orolitinofaciens pseudocatecholine bifidobacterum, pra bën të mundur që trupi të sintetizojë dhe të formojë një molekull që ka studim përsëri shkencor quhet urolitin. Urolitina është edhe përkundrejt inflamacionit në tru. Për çfarë janë frutat egra që ne i përmendim pak më parë? Këtu futim edhe kumbullat, manatherat, manat, thanat janë shumë të rëndësishëm dhe për shëndetin e trurit. Kefiri, pastaj që përmendëm proteinën, se dhe kefiri është shumë i shëndetshëm për trurin, veza, verda e vezës. Veza për fëmijët është jetike. Për vezën edhe kefirin, meqense janë pak edhe trend sepse po rekomandohet goxhat, që qoftë edhe jo nëpër televizion, kështu po edhe midis njëri tjetrit. Ka të bëjë sasia, në sensin mund të haj dhe 10 vezë unë apo 10 vezë, 3-4 ditë, 3-4 vezë në ditë, domethënë flasim gjithë një vezë të shëndetshme, se sot edhe unë pse të gënjej, nuk është se konsumojnë, ku s'kam ku ta gjej. Pse të them që edhe unë e marr vezën, nuk. S'kam se si, domethënë. Por është e mira që të paktën të kesh një informacion dhe nga vjen ajo vezë, një pul që merr antibiotik ose që rritet në atë ka fazë atje, çast shikon drit dielli. Domethënë s'ka se si ti të marrësh, madje veza ka dhe një lëndë aty e cila quhet ovoalbumin. Veza është shumë e rëndësishme për mëlçin. Domethënë kolina është edhe përkundrejt diamosis së mëlçisë. 3 deri në 4 vezë në ditë për një person që është i shëndetshëm, që bën aktivitet, që ka më shumë stres, që ka më shumë ankth nga puna, jeta sociale, veza është karburant për trurin. Mund t'i konsumoj të gjitha në një vakt apo e mirë është t'i ndaj? Në mëngjes edhe në drek. Ose në drek, pas dite, ka raste që t'jetë pak e shpërndar, domethënë në mëngjes 2 vezë, në drek 2 vezë, unë vezën e kam qef që ta kombinoj dhe me vaj ulliri dhe me pak rigon, do në shumë e shëndetshme që të konsumohet edhe me pjesën e kefirit, me insallat që mund t'jetë, ose edhe me lëng mishi, ose paçja kokus, shumë e shëndetshme. Tasje babi pastaj që mund të mendosh shumica gjëra që ke thënë deri tani kanë qenë pjesë shumë e mirë e traditës. Të traditës. Vetë tradita shqiptare është magjike, vendi ynë është i bekuar, ka akoma ushqim bio, gjalpin bio, kosin bio, ka akoma ushqim bio dhe është, domethënë zorët kur i shikojnë këto ushqime bëjnë gosti. Po, e gjithë kjo popullata që përmendëm janë në fest. Gëzon. Shiko, pa dalur nga po themi nga bota apo nga kuadri i stresit dhe depresionit, se meqense është temë e përditshme. Çfarë ndikimi ka tek zemra? Patjetër që domethënë shumica atyre që e kanë këtë lloj ndjesie, ndjejnë dhe aritmin, ndjejnë edhe tensionin, ndjejnë dhe marramendjen dhe kanë përshtypjen që lidhet direkt me një impakt ndoshta negativ tek sistemi kardiovaskular, po e quaj përgjithësi. Ndikon sepse stresi rrit edhe këto katekolaminat që unë i përmenda pak më parë që prodhohen nga gjëndrat mbiveshkore. Këto katekolaminat zakonisht gjëndra mbiveshkore është shumë e lidhur me zemrën. Këto ndodhen si për veshkave dhe quhen si një ganglion ose si një tufë nervore simpatike. Dhe këto formohen në javën e 7 të fazës, domethënë të njerit, në javën e 7 të lindjes. Dhe zakonisht kanë qelizat neuroektodermale. Dhe quhen si ganglione sepse ato formojnë ose prodhojnë këto hormone. Dhe në fazë stresi këto çfarë bëjnë? Rrisin nivelin e glukozës në gjak. I thon zemrës dhe e bëjnë zemrën që ti thon sepse tani nevojat e sheqerit dhe të oksigjenit duhet që të rriten 2 fish. Dhe zemra detyrimisht ka rritje të presionit dhe endoteli aty të kurret, dhe ne duke qenë se të kurret, nevojat për oksigjen duhet të rriten. Dhe nëse të kurret aty qelizat për oksigjen rriten shumë. Zemra ka 2 arterje, arteria koronare djathtë, arteria koronare majt. Këto janë qeliza me paret, me endotel, me stres vaskulare shumë të hollë. I keni parasysh që është aorta, arteria koronare djathtë, arteria koronare majt, është arteria circumflexa, arteria descendente inferiore, arteria koronare descendente, domethënë posteriore, janë 2 degë kryesore që ato janë shumë të vogla. Por kur rritet ankthi, kur rritet stresi, ato çfarë bëjnë? Kërkojnë më shumë oksigjen. Edhe ato oksigjenojnë një miokard të tërë. Miokardi është muskuli më kryesor i zemrës. Kot nuk quhet miokard. Kardium do të thotë zemra. Mios është muskull. Dhe duke qenë se këto arterje janë shumë të vogla, po këto oksigjenojnë një muskull të tërë, kanë më shumë nevojë për minerale, kanë më shumë nevojë për glukozë, kanë nevojë më shumë për aminoacide. Dhe tani glukoza duhet merret, duhet gjendet.
Dhe zemra thotë që unë tani dua sheqer, domethënë sheqeri gjithnjë sheqeri që i duhet trupit, që është glukoza, rritet kërkesa, si për oksigjen, si për pjesën e sheqerit, dhe kështu ndryshon dhe ritmi elektrik. Dhe ti këtë ndjen me djersitje. Unë thëmë me djersitje tek duart, me djersitje te pjesa ekstremiteteve të ndryshme, tek parakrah, balli, kudo. Ti ndjen si thuash edhe një problematik në frymarrje, sepse dhe pjesa e konsumimit vet nga alveolat janë disa qeskëza të cilat quhen edhe qeskëza në mushkëri ose qeskëzat e bronkiolat ose qelizat intersticiale. Ato bëjnë të mundur dhe frymshkëmbimin ose atë pjesën e frymshkëmbimit të gazrave, të karbon dioksidit dhe të oksigjenit, dhe vetë qelizat e zemrës në ato momente ndjejnë më shumë nevojë për oksigjen dhe për glukozë, ndaj rritet pjesa e djersitjes në fytyrë, në ball, tek ekstremitetet, sepse trupi kërkon 2 fish më shumë oksigjen. Një pyetje, sepse e kam hasur shpesh edhe në biseda me të tjerë. A mund të krijohet, se s'po di si ta quaj, apo mund të ndodhi një problem me zemrën si kardiomiopatia dilatuar, pra zmadhimi i zemrës vetëm nga stresi dhe depresioni? Ndodh kardiomiopatia po dilatative ose hipertrofia, domethënë kjo hipertrofia është gjë tjetër sepse është problem më i moderuar, por kardiomiopatia krijon aty çfarë bën? Muskulin e zemrës, kryesisht atë pjesën e majt, ventrikulin e majt aty, e bën që të zgjerohet pak. Kjo bëhet si pasojë e asaj që unë thash. Zemra ka ka 2 dhoma, ka dhe 2 barkushe. Dhomat janë atriumi djath, atriumi majt, dhe pastaj barkushet janë ventrikuli majt dhe ventrikuli djath. Ventrikuli majt që lidhet dhe me këto kardiomiopatit ose me këto dilatimet ventrikulare, dilatim do të thotë zgjerim. Zgjerim, po. Çfarë bën? Ventrikuli majt është barkushja e majt. Barkushja e majt është ajo strukturë anatomike ose anatomo-fiziologjike, anatomo-funksionale që gjakun nga pjesa e ventrikulit majt me anë të valvulës së aortës e çon drejt aortës, edhe pastaj gjaku çfarë bën? Shpërndahet në trup, shpërndahet tek organet e sistemit tretës në tru. Dhe kërkesat në këtë zonë këtu janë shumë të larta për oksigjen. Pra pjesa më kryesore që e shpërndan gjakun në gjithë trupin është barkushja e majt. Edhe më shumë e predispozuar që të goditet nga ankthi, nga depresioni është barkushja e majt. Sepse barkushja e majt, gjakun që vjen nga atriumi i majt, që hapet valvula mitrale që është midis atriumit të majt dhe ventrikulit të majt, e çon drejt ventrikulit të majt, ventrikuli i majt nëpërmjet depolarizimit të mineraleve ose kanaleve ionike hap pjesën e valvulës së aortës. Valvula e aortës ka disa kuspise. Kuspiset janë thjesht pjesë muskulaturës aty që lejojnë pjesën e daljes ose hyrjes së gjakut. Hapet valvula e aortës dhe gjaku pastaj nëpërmjet trunkut brachiocefalik, trunkut karotit shpërndahet në tru ose shpërndahet edhe në pjesë të ndryshme të trupit, tek organet e sistemit tretës, deri tek pjesa e qelizave ose kapilarëve më të hollë. Dhe këtu pastaj ky ventrikul i majt çfarë bën? Zgjerohet, sepse nuk e merr siç duhet në mënyrë produktive, jo vetëm oksigjenin, jo vetëm pjesën e sheqerit, por kaliumin, magnezin, kloridet, dhe aty krijohet një trashje ose një dilatim, se nga pjesa jo e konsumimit, jo e mungesës së oksigjenit, por e kërkon 2 fish. E kërkon 2 fish. Pra nga ky lloj sforco pastaj bëhet edhe sforcohet, dhe nga ky lloj sforcimi pastaj zemra lodhet. Edhe kështu pastaj fillojnë që të ketë kontraktime më të çrregullta dhe personi bëhet edhe më i predispozuar përkundrejt pagjumësisë. Pra krijon edhe një problematik. Është parimi i çdo muskuli kjo, sensin për mënyrën edhe pjesa kur një person domethënë bën aktivitet fizik, kur merret kreatina. Kreatina çfarë bën? Kreatina nuk se shton masën timore. Kreatina çfarë bën? Tërheq, domethënë ujë dhe ujin nga trupi e çon muskul. Që uji çfarë bën? Krijon energji në muskull dhe ty të shtohet muskuli. Sepse kreatina formohet edhe nga trupin me anë të glicinës. Glicina formohet nëpërmjet glicinoarginin aminotransferazës, formohet guanodin acetati dhe formohet edhe kreatin. Pra dhe trupi vetë sintetizon kreatin. Dhe kreatina çfarë bën? Kreatina bën që qelizat muskulare të tërheqin ujë, uji bën të mundur prodhimin e ATP-s, pra kondensohet deri në adenozin trifosfat me anë të kreatinkinazës dhe pastaj formohen depot e kreatinës, fosfokreatinës. Edhe puna është si punë e ligjit të termodinamikës. Okej. Shiko, mund të jetë lajm i mirë apo lajm i keq, po e kam edhe këtë pyetje. Me qenë se jemi tek zmadhimi i zemrës. Ato që zmadhimin e zemrës e kanë për shkaqet, po themi të ankthit apo të stresit, pra jo nga genetika. Ka shanse që të rekuperohet? Po, rekuperohet, nuk është se ka diçka që personi duhet të shqetësohet. Zemra është një muskull sot edhe shkencëtarët, domethënë po bëjnë studimin që zemra përsëri, siç është mëlçia që mund të rinovohet,
Ashtu po bëjnë studime, domethënë që zemra të ketë edhe një rinovim, domethënë që nëse personi ka kur një person pson infart në miokard, aty qelizat, cilat quhen kardiomiocitet, ose qelizat në miokard, aktinat, fimbrinat, miozinat, tubulinat, këto janë disa qelizat cilat citoskeleti kardiak quhet, ato vdesin dhe nuk ka më kthim pas. Kjo quhet edhe nekroz kardiake. Nekroz do thot vdekje e qelizës ose apoptozë inflamatore, kaspazë inflamatore. Këse janë edhe këto kaspazat apoptatike dhe kaspazat inflamatore, nekrotike. Pra, kur qelizat në zemër vdesin, quhet nekroz dhe nuk ka më kthim pas. Sot shkenca po e bën që kjo gjë të kthehet ndryshe, por patjetër që kur një person e ka këtë kardiomiopatin si pasojë ankthit, me një cilësi të ushqimit më të mirë, me një gjumë më të mirë, me një aktivitet fizik më të mirë, sepse unë i quaj edhe muskujt e pulpave, muskujt e këmbëve si tru i dytë. Ose si zemër e dytë. Domethënë, unë zorët i quaj si tru i dytë, kurse muskujt e pulpave i quaj si zemër e dytë. Një trup që nuk lëviz, patjetër që ka dhe një inflamacion më shumë në trup, sepse çfarë bëjnë? Muskujt e pulpave bëjnë që ky gjaku venoz, ose vena do të thotë gjak që është i pasur më shumë me karbon dioksid dhe më i varfër nga oksigjeni, bëjnë që gjaku të shpërndaj drejt venave tibiale, venave femorale, venave iliake, venave në trup, të shkoj drejt vena kavës, të shkoj drejt atriumit, edhe pastaj të shkoj drejt mushkërisë që të pajisit me oksigjen. Pra lëvizja, një farë pompimi e bën dhe pulpa. Pompimi, quhen zemër e dytë sepse pompojnë gjakun e papastër me oksigjen që të marrë oksigjen. Dhe patjetër ushqimi cilësor që përfshim këtu frutat, perimet, frutat e egra, patjetër edhe ushqime të cilat kanë elagitanina, pendukulagina, telmagrandina, fromozina, takesina, klovamide. Këto janë tek ushqimet si shega, arrat, bajamet, lajthit. Këto janë shumë të vlefshme për pjesën e këtyre personave që kanë këto çrregullime, sidomos arrat, lajthit edhe bajamet, se këto kanë këto acidet yndyrore ose këtë yndyrnën e shëndetshme që i bën mirë trurit. Jam i sigurt që dikush që po ndjek këtë podcast po mban shumë shënime, do të paktën drejta. Arrat, bajamet, domethënë shumë të shëndetshme, çfarë ka yndyrnën të shëndetshme i duhet trurit. Jo yndyrnë industriale, jo yndyrnë që është e imituar. Yndyrnë vetë, se truri vetë mas vajore është. Domethënë vaj ullirit, arrat, bajamet, farat e kungullit, vaj farave të kungullit janë shumë të vlefshme për trurin. Ishte goxha lajm i mirë kjo që ka shanse për rekuperim. Si, patjetër që po. Unë për të qenë i sinqert, këto pyetjet e para i kam bërë sepse i kam kaluar vetë, në sensi kam provuar konsumimin e duhanit, kam konsumuar pafund kafeinën, kam pasur ankthin, kam pasur depresionin, se kam probleme edhe pse po e them në këtë podcast. Dhe vërtetoj shumë mirë edhe ato që ju thatë që ka mundësi rekuperimi, sepse me stopimin e po themi gjërave që nuk më duhet dhe angazhimin e elementeve që më duhet, kam pas një rekuperim goxha shumë më të shpejtë qoftë në përqindje të funksionit kardiovaskular, po edhe në mirëqenien totale time, po edhe për mënyrën se si mendoj. Kam arritur deri aty sa që e kam dhe më të qartë edhe se çfarë dua. Në kuptimin qoftë të parimeve, po edhe mënyrën se si mendoj. Por për të qenë proaktiv për gjithë audiencën, çfarë sinjalesh jep trupi kur mendja fillon mos të jetë mirë? E bëj këtë pyetje edhe nga eksperienca ime, sepse jam i sigurt që disa sinjale më janë dhënë, po i kam injoruar përpara se të kisha, po themi, ankthin e parë. Krijon tru të mjegullt, problematika me kujtesën, sikur ti ke harruar diçka ose kujtohesh sikur derën e ka mbyllur ose jo. Domethënë fillon që të krijosh dhe mendime të cilat mund të jenë deri diku jo të vërteta. Por truri mjegullt është gjë kryesore, që do të thotë shiko se ka diçka që nuk shkon. Truri mjegullt do të thotë që ku e vendosa këtë gjën, përse e kam harruar, ato gjëra që ti ke bërë mirë deri para disa javësh, ke filluar që të stoposh. Fillon që nëse atë gjë që ke lexuar sot nesër të harrosh, ose një gjë që nëse e ke thënë tani pas disa orësh ose ditën e kaluar të harrosh, nuk po them që të kujtosh ato ushqim që ke konsumuar dje, por gjëra të cilat janë mjetike, pjesa e kujtesës ose krijohet kjo mjegullim i trurit që të bëhet atë që do ta thuash ose atë që ke për ta thënë nuk të vjen për ta thënë. Krijohet si të thuash një fog brain që sot dhe vetë në Amerikë kjo fjalë ka qenë shumë e përdorur. Fog brain domethënë nga shumë njerëz edhe në ditët e sotme ose ku ne jetojmë përdoret shumë dhe patjetër që sinjalet më të shumta janë këto që është truri mjegullt, që lidhet edhe me çrregullime gastrointestinale, por dhe me sinjalet se truri jot nuk po funksionon siç duhet dhe ka nevojë për më shumë minerale, madje jetik.
për shëndetin e trurit është edhe një vitamin që këtu nuk përmendet, quhet benfotiamina ose vitamina B1. Okay. Është shumë e rëndësishme. Vitamina B1 është në gjendet e produktet e detit, pra tek peshku, sardelet, tek merluci, tek peshqit e vegjël unë jam më shumë pro, sepse janë të pasura. Të tipit açuge, sardele. Açuge, sardele, sepse peshku i madh mund të ketë mundësi që të jetë i kontaminuar dhe më shumë me toksina. Okay. Kurse po them që e tham pak peshqit, lëngu i mishit, po them lëngu i kockave, i artikulacioneve, i tendinave është shumë i vlefshëm. Pastaj selinoja është shumë e rëndësishme vetëm për detoks. Këto shutcat për detoks janë kohë, domethënë nuk duhen konsumuar, ose këto lëngjet e frutave. Frutat duhen konsumuar ashtu siç janë. Domethënë as mos t'i shtrydhësh, por siç i ka bërë natyra që ti marrësh dhe elagitaninat, pendukulaginat, flavonoidët, iridoidët, ksantonët, pra një frut duhet konsumuar ashtu siç është. Jo ta shtrydhësh, jo ta bësh detoks, po se pa të zonën të shëndetshme nuk ka vlerë ai detoksi. Pra, B1 është shumë i shëndetshëm dhe shumë i rëndësishëm për trurin. Vitamina B1. Për ta mbyllur edhe kapitullin e anksit edhe depresionit, që edhe bëhem mos zgjatemi më shumë. Nëse dikush jeton me anksin dhe me depresionin, ndoshta s'po themi pa trajtuar fare, por deri diku e neglizhuar. Çfarë ndodh trupit mbas shumë vitesh? Po bëhet më pasiv, bëhet më i kurrur, cilësia e gjumit prishet shumë. Ose për ta bërë direkte, a mund të vdesë dikush nga stresi dhe depresioni? Në kuptimin jo direkte, po indirekte. I prishet cilësia, domethënë i prishet shumë cilësia e jetës edhe prishet shumë pjesa e gjumit. Po prish gjumi, zëri sikur ditën tjetër një person nuk ka të energjinë e dur. Gjumi është kurore e shëndetit. Gjumi është ajo qershia mbitor të shëndetit. Gjumi është ai proces që e ëmbëlson. Jedha të sherbetin e ëmbël, domethënë se sherbeti patjetër nuk mund të jetë i kripur, por e ëmbëlson gjithë cilësinë e jetës. Dhe një person që këto i ka në mënyrë kronike, po ju prish gjumi, i çrregullohet dhe funksioni i organeve në tërësi. Do doja edhe disa rekomandime për gjumin. Një person po themi, po marr një moshë mesme, diku ke 30-35, sepse zakonisht edhe kulmi i karrierës apo kulmi i stresit që vjen paralelisht edhe me faktin sepse është një moshë që njerëzit sapo janë martuar, janë shtuar në familje, po bëjnë investimet e parë. Pra unë e quaj të paktën personalisht një moshë deri diku delikate këtë pjesë dhe gjumin e konsideroj dhe unë shumë të shëndetshëm, po sa orë gjumë duhet bëjmë? Në sensin që edhe mos ta teprojmë sepse di që edhe gjumi tepër të ka efekt. Po sot sikur të flem aq, po është momenti se më shumë, domethënë orari që është i shëndetshëm është rreth 7 deri në 8 orë. Mirë, po është kryefjala kryesore se si ne e bëjmë ose se si ne përgatitemi për gjumë. Janë disa faktorë që e prishin cilësinë e gjumit. Domethënë kudo ndriçim artificial, kudo rrezatim artificial ose me ngjyra artificiale. Këto prishin ose çrregullojnë cilësinë e gjumit. Konsumimi i ushqimit me njëherë para gjumit. Pra të konsumosh ushqim dhe të shtrihesh. Dhe kjo prish cilësinë e gjumit sepse do shtoj refluksin, ushqimi nuk do të tretet. Do shtosh edhe pjesën e refluksit, sepse enzimat funksionojnë me një proces fiziologjik më të ngadalt. Enzimat janë proteina, katalizator të një reaksioni enzimatik. Pra e përshpejtojnë amatinatën, jeni qetësi dhe jeni në sistemin nervor parasimpatik. Pra dritat ose ndriçimi artificial, ushqimi nëse konsumohet në orë të vona, pjesa alkoolit që dihet, konsumimi ushqimeve me ëmbëlsues artificial, që dihet që e dëmton këtë proces, ose rrezatimi që e tham pak më parë, telefon kudo, domethënë telefon dhe në shtrat, ose rrezatimi ionizues, rrezatimi elektromagnetik. Tani 24 orë edhe unë them, po telefoni në xhep e kam. Pse të thuash, unë ri pa telefon. Pra ndërkohë këto mbajnë gati 12 orë, 13 orë gjatë në xhep, mbajnë dhe në dorë. Të paktën dhe gjatë natës dhe në shtrat edhe në telefon, edhe këto prishin gjitha cilësinë e gjumit dhe çfarë bëhet, kështu krijohet një rrjedh vicioz që nga pjesa e ushqimit që mund të konsumohet vonë dhe si pasojë e punës, si pasojë aktivitetit fizik, ndriçimi artificial, rrezatimi ionizues, konsumimi ushqimeve të procesuara që përsëri këtu vim te kafeina, te alkooli, te pjesa e cigares elektrike, që këto prishin ekuilibra dhe është e rëndësishme të mbajt një dozë. Fjala vjen të mbajt një ritëm i dur dhe po them e rëndësishme, por pjesën e gjumit është edhe mënyra se si trupi përgatitet për këtë gjumë. Okay. Dhe nëse ne kemi në ambientin ton sa më pak errësira është shumë e rëndësishme për gjumin. Ku do errësirë?
Do më thënë kudo që të mos ketë personi kontakt me ndryqim artificial. Fjala vjen dhoma e gjumit duhet jetë e freskët, do më thënë jo shumë e nxehtë, në temperaturë konstante, edhe pjesa aty që duhet jetë kudo errësirë, mos ketë televizor, abazhure shumë me ndryqim artificial, se thjesht nuk ose duan. Të mbajnë dhe trurin zgjuar. Të mbajnë dhe trurin zgjuar dhe thjesht ti nuk shikon me errësirë, sepse gjatë gjithë ditës ti ke ndryqim artificial. Telefoni, tableti, kompjuteri, kudo si këtu. Scroll, kudo. Gati 1 orë kështu, ti nuk e di që qëndron gati 1 orë, por mund të kalojnë më shumë se 2 orë. Kur e shikon orën, ora 3 natës. Zgjohesh në mëngjes, ke fjetur, zërë se ke qenë gjatë natës. Dhe përsëri kur zgjohesh, ty të kujtohet sikur ke punuar me kazëm, sikur ke punuar një tokë aty dhe muskujt e para kraut, vetruri është përsëri ngarkuar dhe ti nuk bën një aktivitet të mirë të punës dhe aktivitet dur social dhe je i ngarkuar dhe përsëri krijon një rrjedhë vicioz dhe nga gjumi jo i çrregullt ose nga gjumi jo i shëndetshëm nisin dhe problemet shëndetësore, zemra, problemet me trurin, me mëlçin. Gjumi është kurora e shëndetit. Që nga gjithë bisedat që kemi bërë deri tani kam përshtypjen që të gjitha këto janë një matricë shumë e madhe e efekteve që ndodhin, paktën në kohë të sotshme. Pra kemi efektin të trauma psikologjike sepse sidomos brezi jon po dhe i kaluar i ka të sigurta sepse kanë qenë kohë të vështira në një farë mënyre. Janë dhe këto të kohës moderne dhe të gjitha po përplasen bashkë. Çdo sëmundje nis nga sistemi i tretës. Sistemi i tretës nëse ne duhet të kemi një sistem, dëshirojmë që të kemi një sistem tretës, duke qenë se ti lidhim dhe zinxhir ose sipas zinxhirit ushqimor, sistemi i tretës kërkon lëvizje, aktivitet fizik edhe gjumë të shëndetshëm. Pra lëvizja, gjumi i shëndetshëm, të paktën orari i gjumit dhe gjumi në errësirë. Nuk po të them që të flesh në hotel me 7 yje apo me 8 yje. Gjumë në errësirë që mos kesh ndryqim artificial. Gjumi i thellë. Edhe pjesë aktivitet, ec që të lëvizin këto pompa që këtë gjakun e ndotur ta derdhin drejt zemrës. Edhe pjesës së ushqimit, nuk po them që të konsumosh mish çdo ditë. Asun, një herë në javë të konsumoj mish. 2 herë në javë. Edhe javën s'mund ta konsumoj. Nuk mund të konsumoj. Por të konsumosh sepse sot nuk ka ushqime të cilat ty të sigurojnë energji. E tham pak më parë që sot njeriu e konsumon ushqimin thjesht vetëm për të hequr mendjen. Pastaj një person që punon ndërtim, kjo çështje tjetër, se ai s'mund të rrimë, e kupton, është çështje tjetër që ai ç'është energjia, pastaj që energjia që ai kërkon më shumë kalori dhe nuk mund të rrimë ato cicërimat që i duan një personi që thjesht qëndron vetëm telefon, që i duhet më shumë protein, i duhet më shumë ushqim, i duhet gjumi më i shëndetshëm. Kjo është çështje tjetër, por një person që të paktën të ketë kujdes me shëndetin, ushqimet e procesuara, domethënë që janë të industrializuara, sa më shumë i fabrikuar, sa më shumë procese të fabrikuara të ketë kaluar ai ushqim, aq më shumë i vdekur dhe aq më shumë i kalbur është. Okej. Një pyetje praktike, sepse jam i sigurt që një pjesë e mirë do ta kenë si pyetje, por edhe nëse se kanë si pyetje, është e sigurt që do kenë interes. Jam një person aktiv, bëj disa punë njëkohësisht dhe her pas here kam dhe ditët e mia të rëndësishme. Çfarë mund të bëj përpara ditës time të rëndësishme për të marrë, po themi, fokusin apo energjinë e duhur për atë ditë, qoftë si punë paraprake një ditë përpara. Ose si punë busti, një lloj busti, po pa i bë dëm vetes, pa shkuar në pije energjike, gjëra të tilla. Pra, dua që nesër të jem eficient. Vitale dhe të jesh i suksesshëm në diçka që bëra këtë në kuadër edhe të modernizimit, sepse duan ndonjëherë ca gjëra të shpejta, po të paktën të jenë healthy. Që e tham pak më parë. Unë kur kam një aktivitet që kur jap emisione, në vend kafes unë konsumoj dhe hurma. Hurma i dini besoj. Ato hurmat e vogla që konsumojnë dhe gjatë hapjes së agjerimit. Ato kanë sheqer shumë. Hurmat e arabisë që i quajmë edhe me që janë ato të vogla, besoj keni parasysh. Ose mund të konsumoj disa ara ose lajthi. Jo në sasi të lartë, thjesht disa ara, disa lajthi, por hurmat njëri kam kryesore. Pastaj pas një vakti që unë ose në një ditë nëse kam ngarkuar, nëse më jepet mundësia, mund të konsumoj edhe 3 ose 4 vezë në një vakt. Vezë zëm të zjera. Pastaj janë edhe suplementet që hyjnë, që unë ta thash pak më parë. Që bënjishin unë e konsumoj rregullisht. Këtu në Shqipëri nuk ndodhet se këtu është si tiamin hidroklorit, edhe vitaminat janë si sintetike dhe si aktive që quhen metil dhe jo metil. Këtu në Shqipëri fatkeqësisht janë vitamina inaktive. Unë e marr në formë lipofilike ose quhet benfotiamin që e kalon dhe barierën gjak-tru, që janë këto organet cirkumventrikulare,
që quhet edhe bariera gjak-tru, sepse shumë molekula nuk e kalojnë barierën gjak-tru në pjesën e trurit, që quhet edhe bariera hematoencefalike ose hematocerebrale. Por benfotiamina është shumë e mirë sepse i përkëdhel nervat. E përkëdhel pjesën e sistemit nervor. Këto si elemente gjim në një ushqim apo duhet marrë si suplement? Sepse duhet konsumosh peshkun, duhet konsumosh çdo ditë vezën. Tani ka dhe ditë që s'mund peshku konsumosh çdo ditë. Do doja më shumë një gjë që ka efekt të menjëhershëm. Pra hurmat e Arabisë që unë ta thash, domethënë që janë shumë farat e kungullit që janë shumë të rëndësishme, vaji i ullirit që është shumë i rëndësishëm, një çokoladë e zezë që është shumë i rëndësishëm, një kakao që është shumë i rëndësishme, që japin trurit atë boostin, por çokolada e zezë dhe hurmat shumë të mira. Çokolada e zezë bio, që mos jetë më resus artificial. Thjesht bio siç është. 99%? Po, panxhari, pastaj që është edhe lëngu i panxharit, i karrotës, po ti s'mund bësh aty, nuk mund konsumosh dot një panxhar ose disa kumbulla, lëng kumbulle, lëng molle, edhe molla shumë e rëndësishme. Molla ka sheqer natyral. Përveç se tretjes, përveç se ka dhe fuqia për pjesën e trurit, se ka fisetin, kuarsetin, pra molla, kakaua, hurmat e Arabisë. Janë shumë të shëndetshme. Madje molla është simboli i shprehjes, sa një mollë mban doktorin larg. Kush është suplementi më i rëndësishëm, të paktën për temat që folëm deri tani, që nuk duhet mungoj? Do flas midis magnezit, omega 3, pra sot kur mbyllet ky podcasti, unë dua një rekomandim nga ti që të shkoj gjëja e parë që do marr. Unë ta thash pak më parë, unë nuk është se jam pro shumë, unë magnezin e vendos tek kategori e parë. Por magnez pa okside dhe mund të jetë, se ka disa lloje magnezesh, janë shumë lloje. Glicinati është për gjumin, malati për fuqinë, citrati për pjesën e gurëve në veshka dhe për pjesën e muskujve, sulfati për pjesën e kapslëkut, oksidi përsëri stimulon pjesën e peristaltikës, treunati zakonisht për sistemin cerebral, pjesa e malatit e tham për energjin, glicinati për gjumë, citrati për pjesën e gurëve në veshka dhe për muskujt, sulfati ishe për pjesën e këtyre, është si pun laksativi, natural që stimulon vetëm zorën e hollet e trash, treunati për pjesën e trurit. Kush ta ka mbetur tjetër? Është edhe një magnez që quhet magnez treunatin orotate, dhe kjo është për pjesën e sistemit kardiovaskular. Magnezi taurat për pjesën e sistemit kardiovaskular. Pra ka glicinat, taurat, orotat, malat, citrat, sulfat, oksid, janë rreth 8 lloje. Por mi mirë sot është magnezi glicinat, sepse është i shoqëruar me aminoacidin e glicinës. Pra, kot nuk quhet magnez glicinat për trurin, për pjesën e sistemit nervor, për gjumin, aktivitetin fizik, por nuk mund të merret do si do pa rregulluar ushqimin, pa rregulluar aktivitetin fizik, pa rregulluar gjumin, suplementet nuk vlejnë. Janë të kota, i merr kot se nuk i absorbon, nuk i përthith. Këtu bëhen reklamimet, bëhen këto magnezi për këtë. Po çaj, i ka zorët e papastra, nuk vlen çështje marketingu, po thuaj që nëse i ka zorët e papastra, ndaj suplement nuk të vlen, kujdesu një për ushqimin, kur bën këtë reklamin, përse nuk thuaj që shiko se kujdes dhe me ushqimin. Domethënë që kur merret një magnez duhet merret dhe kur ti bën kujdes me ushqimin. Jo, hajde se po marrun magnez, po nga ana tjetër, ja fu, domethënë salcice, sallam, qofte, raki, domethënë në sjelljen tonë e kemi këto. Se po e marr këtë. Domethënë unë mund ta pi duhanin se ushqje e mirë. Ja justifikojmë për vetë, mund të pi shumë alkool sepse unë hajde se je i ri, e kupton? Hajde se suporton mosha, por në fakt nuk është ashtu. Pra magnezi, glicinat përbën kategorinë e parë, ndërsa e dyta, glicina. Nuk dihet këtu, po nejse. Unë nuk po them vitaminën D, por po them glicinën. Glicina është aminoacid. Që ndodhet më shumë tek lëngu i kockave, tek lëngu i mishit, dhe është aminoacid që formon kolagjenin, glutationin. Dhe një produkt tjetër që unë konsideroj shumë të rëndësishëm është B5. Vitamina B5. Pra kemi thënë magnezin, glicinën, B5-ën. B5 është prekursor kryesor i një molekule e cila quhet koenzima A. B5 terminologjinë mjekësore quhet acid pantonetik. Kështu quhet, jo B kompleksi, vetëm B5 që quhet pantotenik acid. B5 dhe asnjë tjetër. Por duhet edhe në formë aktive që quhet acid pantonetik, pra magnez glicinat, glicin dhe B5. Që janë shumë të rëndësishme dhe që për një farë kohë mund të merren, pra që këto ndikojnë dhe në inflamacion, dhe në fuqizimin e mukozave, por dhe në, si të thuash, në sistemin tretës dhe në sistemin nervor.
Pastaj futen janë këto B12, vitamina D, omega 3, janë dhe disa peptide të tjera, të cilat se po t'i themi ato përsëri kërkojnë një tematik shumë gjerë, por glicina që ndodhet tek lëngu i mishit. Pjesa e B5-s që është shumë e rëndësishme, që dhe B5-a ndodhet tek farat e kungullit, përsëri te produktet shtazore, përsëri tek veza, te thjerëzat, bizelet, mashurkat, bajamet, sikurse dhe glicina që glicina është aminoacidi më i vogël në tru, por ndikon në prodhimin e kolagjenit dhe në prodhimin e lëngjeve biliare, ose në cilësinë e prodhimit të lëngjeve biliare apo të tëmthit. Bërë shumë mirë që ma përmendë sërish pjesën e po themi pastrimit zorës, sepse ndryshe nuk përthith elementet. Kjo është shumë e rëndësishme, po duke bërë, domethënë agjërimi, që është shumë e rëndësishëm, që ti lë kohë trupit, që këto mbeturina që ngelen tek muret e zorë. Mjafton njërë në vit ajsa që është edhe në fen muslimane, apo... Fasting, që mund të bëjnë dhe njërë një javë ose 2 herë një javë. Pra janë këto 12. Pra mund t'jetë dhe stil jetese. Edhe mund t'jetë dhe stil jetese. Pra dietat, ose një person, se sot thot një person, çfarë të bëj unë, çfarë dietë thot, të ndjek unë për të dobësuar. Fjalën dietë unë e urrej shumë. Okay. Sepse kur ti thua dietë, është sikur të bëj diçka sa për të kaluar radhën, edhe kaq të mbaroj. Edhe të presë rezultat. Edhe të presësh rezultat, por jo dietë, sepse është një respekt i vogël, domethënë disrespekt ndaj organeve, jo dietë. Çfarë të bëj unë dietë për të dobësuar? Çfarë të bëj unë që të ndihmoj këto organe që të funksionojnë më mirë? Po, se nëse ato funksionojnë mirë, shkon vetë në normalitet. Ti çon energji trupit ose ti dërgon informacion trupit që nuk e do. Edhe duke qenë se ti dërgon informacion trupit, atëherë kështu krijohet një urrëti ndaj trupit. Hajde të bëj këtë dietë, edhe dobësohen. Po duhet të thuash çfarë të bëj unë për të ndryshuar ose për ta ndryshuar këtë cilësi të jetesës, pra ti përkthelesh organet, ti duash organet, ta duash trupin. Edhe pjesa e që ju përmendët pak më parë, që e kishim te pjesa e suplementeve, magnezi, glicinat, B5 dhe glicina janë shumë të rëndësishme për sistemin tretës. Dhe zorët njërë shumë të rëndësishme për ti mirë mbajtur janë që të mos konsumojmë alkool, jo cigare, sa më pak junk food e ushqimet përpunuara dhe mungesa e natyrës i dëmton zorët. Mungesa e natyrës. Ato duan që të shikojnë elektrone, pratone. Elektronet janë shumë të rëndësishme për stomakun, shumë të rëndësishme për zorët. Pjesa e patjetër e oksigjenit, por dhe patjetër... Si mund t'i përfitojmë elektronet? Po, duke u tokzuar, duke patur kontakt me natyrën, duke dëgjuar këto, i keni parasysh këto zërat, e zëm kur unë flen natën, ose e mbaj pak larg, dhe dua të dëgjoj pak, i keni parasysh ato videot në natyrë, këto cicerimat e zojgjve, ato më qetësojnë shumë. Ose uji... Ose uji, do më thënë, këto kanë disa hertz, do më thënë, atë sistemin, ose ato frekuencat cilat e qetësojnë trurin. Edhe tokëzimi, çfarë bën që ti të largosh ato mbeturinat, ose këto molekulat, ose pjesën e peroksideve nitrike, ose këto molekulat cilat nuk i duen trupit, dhe ti merr elektronet e trupit, ose merr këto kationet dhe ionet e trupit. Dhe kështu, këto elektronet që ti ke në trup që shfrytëzohen, pra toka, natyra, është shumë e rëndësishme, sepse vendos në punë këto elektronet, ose këto molekulat që krijojnë këtë rrjetin elektrik. Prandaj agjërimi është shumë i shëndetshëm, sepse këto metabolitet dhe këto toksinat çfarë bën, i merr dhe i riciklon që trupi jot të funksionojë më mirë. Do të thonë shumë vite më përpara ose milenium më përpara pas kanë qenë zgjuar që kanë agjëruar edhe kanë agjërimi është quhet edhe bisturi ose kirurgji pa bisturi. Shumë vërtet. Do të thënë quhet metodë shumë e rëndësishme që ti të kesh edhe përmirësim nga inflamacione të ndryshme, por duhet bërë nën këshillimin e një profesionisti mjekësor, jo vetëm me kokën e një personi që ta agjeroj shumë, të ripa ujë për shumë ditë, ta bëj në mbikëqyrjen e profesionistit mjekësor. Okej. Shiko, me sa po kuptoj nga biseda tani, jo se kisha menduar më përpara, por kur i konkretizon edhe një profesionist komunikon edhe detaje që të plotëson gjithë puzzle-in e mendimeve të tua, mund t'i quajmë të paktën bisedën e tani qoftë në aspektin mendor, fizik, pjesën e ushqimeve, qoftë mënyra se si ndikojnë edhe gjitha këto ke njëra tjetra, që sa më afër natyrës, aq më jetë mirë kemi? Shumë sakt, sa më afër ngjyrës së gjelbër, imagjino të them edhe këtë. Ta shikosh, ta prekësh, ta konsumosh, të jetosh afër asaj. Është kënaqësi shumë e madhe. Hormonet e lumturisë dhe të kënaqësisë, shumica e tyre prodhohen në zor, serotonina. Serotonin ne dim.
E kam dëgjuar shpesh, po nëse mund të ma zbërthesh se çfarë është serotonina në vetvete. Serotonina është hormoni i kënaqësisë. Është hormoni i lumturisë që 90% atë e nxit kontakti me natyrën, të vraposh si një fëmijë i vogël në bar. Ose të përqafosh njerëzit e dashur, të respektosh, të kesh mirënjohje, të përshëndetësh. Prandaj kam dëgjuar shpesh atëherë, është i rëndësishëm. Përshëndetje si po kalon, jo gjithë angërllik, domethënë gjë që ka humbur. Zilia e humbet, domethënë bën që ti të prodhosh më pak serotonin, ose dikë ta përshëndesësh me zemër. Mirënjohja është ai manteli që ty të krijon që të prodhosh më shumë serotonin. Pra mirënjohja, virtyti, mëshira, këto janë ato virtytet sociale të cilat e ndihmojnë dhe sistemin tretës. Pra si ti pasqyrohesh tjetrit, është shumë e rëndësishme edhe për sistemin tretës, për sistemin gastrointestinal, për sistemin nervor. Prandaj është shumë e rëndësishme edhe me komunikimin me tjetrin, me nënën, me babën, me familjarët, dashuria, sinqeriteti, respekti. Jo vetëm për kundrejt njerëzve, për kundrejt çdo krijese që ndodhet në natyrë, për kundrejt çdo krijese se unë nuk mund t'i quaj dot kafsh, por për kundrejt çdo krijese, madje ta shikosh me përulësi dhe një milingon që ecën duke dërguar ushqim në folën e saj. Shumë mesazh i mirë ky, sepse ditët e sotshme sa vjen dhe jemi më larg natyrës. Më larg të qenurit njeri. Aq më tepër që po përqendrohemi nëpër qytete, ashtu siç është edhe kryeqyteti në Tiranë, ku zonat me natyrë sa vjen dhe më pak i gjen. Unë i them angazhimet. Unë i them sot ndjenja plastike, njerëz plastik, ndjesi plastike, shtëpi kartoni, ushqim sfungjer, shikime të njëjta, ngjyra bardhë e zi, kopime si në stil, kopime si në imazh, fjalë të njëjta, dhe ne jemi bërë kopje të njëri tjetrit. Ne kemi frikë që ti jemi unik dhe kemi frikë që ti jemi vetja. Ndonjëherë diçka mendoj, po shikoja një sponsorizim që ishte bërë në rrjetet sociale dhe kishin arritur që gjatë punës koltukut të kthehej në pozicionin shtrirë dhe ktheheshin dhe ekranet. Duke menduar dhe disa nga gjërat që ne folëm sot, mendova kjo është realisht filmi Matrix, pak nga pak është ti kthehesh në inaktiv, ushqimin do e marrësh si serum dhe do të përdoret thjesht ruri nga ato që mund të quhen si përmarrës të 2300-s. Walking Dead, nëse keni dëgjuar ose ushtarët zombi. Domethënë ka dhe shumë studime që njeriu pas shumë vitesh mund të ketë një reduktim të edhe shikimi sot nga shumë njerëz është reduktuar, po krijohet edhe miopi. Pra njerëzit sot s'po shikojnë dot. Sepse s'shikojnë dot, sepse nuk shohin dot më larg, domethënë është shikimi është, nuk po them Zoti, nëse diçka më të çmuar që Zoti ka dhënë njeriut nuk ka përveç se shikimit. Shikimi është gjithë bota. Është gjithçka. Domethënë një person që po them ka shikimin me problem si pasojë telefonit, duhet të ketë shumë kujdes, po them, shikimi nga pajisjet elektrike, elektromagnetike, telefon, tablet. Shikimi nuk e di, kur kujtoj shikimin është sikur të rënqetet mish, është shumë i rëndësishëm shikimi. Pastaj është edhe kjo pjesa këtu e njerëzve, është edhe një sindrom për këtë që quhet encefalomialgjia kronike, që quhet truj mjekut. Okay. Është gjithsesi gjë, impir, po them. Thon vetëm shahet, ofendohet, nervozitet, agjitim. Ku do sharje në komente, wow, kjo quhet encefalomialgjia kronike. Truri ka muskuj. Është një temë tjetër kjo për të folur mbi të muskujt e trurit. Është botë më vete. Pra, siç kanë muskujt ekstremitetet, këmbët, duart, gjithçka, semra që bëjnë të mundur atë, trupi njeriut është i koordinuar për lëvizje, trupi njeriut është dritë, atëherë mos e fundos në errësirë. Thënë kujdesu, respektoje, kujdesu për qafoje dorën, faleminderit Zot që sot unë përsëri po eci, faleminderit Zot që sot po gëlltitem, faleminderit Zot që përsëri unë kam këto organe, faleminderit Zot që s'kam një ishemi, faleminderit Zot që nuk kam kancer. A mund të ketë ndikim real ky lloj mendimi në fizikë, sepse thonë që në botën e budizmit ndikojnë tek organet, apo disa e quajnë manifestim, disa e quajnë meditim për fizikun. Shumë rëndësi. Shumë. Sensin ka ndikim direkt. Unë besoj këtë, po thjesht ta jemi energji. Nga dikush jemi energji, domethënë jemi si punë një baterie. Pra unë vi këtu,
nëse ndjej që ka një energji të mirë, pra nëse unë ndjej që këtu biseda ecën mirë, këtu bëhet një bisedë e këndshme, pjesëtarët i ndjej që janë persona të këndshëm, mirënjohës, edhe kur flasin, dhe në mënyrën se si ata e thon fjalën, unë vi këtu prapë përsëri. Ama nëse nuk e ndjej, nuk vi më. Është edhe puna e organizmit kështu është. Ne jemi baterit njëri tjetrit, domethënë lidhemi me njëri tjetrin. Edhe nëse ti ke elektricitet të dobët, atëherë fillojnë dhe këto problematika që ne tham pak mbar. Prandaj që lutja është shumë e rëndësishme, sot njerëzit janë larguar nga lutja. Po, shumë. Domethënë thjesht sot edhe mo se çdo bëjun pra manifestimet, pjesa e lutjes, falënderimi që ti mund t'i bësh trupit, falënderit Zot që përsëri kam trupin, përsëri po funksionin organet, përsëri kur çojmë në mëngjes. Po shikoj, po golltitë. Bësh edhe më pozitiv. Bësh më pozitiv, frymarrja me diafragëm. Është shumë e rëndësishme edhe për sistemin respirator, për pjesën e mushkrive, qarkullimi i gjakut, ekstremitetet, lëvizja, gjimnastika, aktiviteti fizik. Por këto manifestimit ose vetë të shikosh trupin edhe ta duash më burr. Ta duash. Nuk është narcizëm të duash veten, të duash trupin, të duash këmbët. Unë me këmbë erdha deri te ty. Unë me këmbë bëj shumicën e punave. Unë me këmbë, domethënë, do të jesh falënderues. Do të jesh falënderues. Pra, jo ti falënderosh syt njerëzve që shikojnë. Thjesht marrin kaloj. Po ta ndjesh ato. Ta ndjesh vetë dhe ta falënderosh trupin në qetësi kështu. Ashtu siç falënderon dikë që të jep një mundësi. Ashtu siç e falënderon dikë që të jep një mundësi pune, të lavdëron për diçka, ashtu është edhe falënderimi që ti duhet i bësh trupit. Paktën ta kesh që ta kesh si ndjesi që ai trup, domethënë sepse edhe qelizat kanë atë gjuhën e komunikimit, flasin së bashku, komunikojnë së bashku. Për sa kohë punojnë së bashku, të mbajnë edhe komunikojnë. Edhe ky është i rëndësishëm. Pra, një trup i shëndetshëm, mendje, trup, shpirt. Po, edhe shpirti është shumë i rëndësishëm. Janë shumë të rëndësishëm. Shiko, unë zakonisht përgatis pyetjet, po një pjesë je përgjigjur në mënyrë proaktive dhe s'ka qenë nevoja që t'i bëj fare. Një pjesë i kam bërë sepse mua më ka ardhur biseda natyrshëm. Dhe meqense më dole edhe tek frymarrja. Me një person s'po e përmend, që po themi është mjeshtër i meditimit etj. Hap një temë shumë të mirë dikur, kam marrë dhënë pjesë tek seanca, është që ne nuk dim të marrim frym. Vërtet. Ose her pas here dhe harrojmë të marrim. E vërtet. Po frymarrja me gojë është më problematike. Çfarë do të kemi parasysh që ta frymarrja këtu është e rëndësishme që edhe një fëmijë që i vogël duhet që të këshillohet edhe nga prindrit që të marrë frym me pjesën e hundës, sepse hunda është si një organ aty ricikluesje ajrin, toksinat bën të mundur një farë filtrimi ose një farë riciklimi. Kurse gjithnjë me frymarrja me gojë e lodh edhe pjesën e mushkrive, por bën të mundur që të përthithësh edhe më shumë. Pra përthith më shumë ajër kot, më kupton, edhe çon më shumë ajër edhe në stomak. Kupton se kurse hunda këtë ajër e riciklon. Kurse frymarrja me diafragëm vendos në punë sistemin limfatik në tru. Është e rëndësishme edhe për pjesën e presionit gjakut, edhe për pjesën e funksioneve nervore. Pra frymarrja me tru, me diafragëm ose me hund është më e shëndetshme si pasojë dhe filtrimit të mbeturinave, por edhe në pjesën e meditimit që ka patjetër vlera. Mund bëjmë një praktikë që të kemi vesën e mirë. Po ta bësh vetë para gjumit ose diçka kur ti bën një intervistë ose një punë disa herë. Thjesht të marrësh shumë sepse i çon trupit më shumë, nuk e çon oksigjenin në stomak. Nuk e çon ezofag, po e çon mushkri, e çon trup. E çon atje ku duhet dhe nuk e çon destinacion gabuar. Okej. Kam një pyetje sepse finalja është se si ndikon shëndeti tek suksesi i përditshëm qoftë ai i jetës, po sidomos edhe atyre që janë, po themi, në botën e profesionit dhe ka gjithmonë luftë për të ecur përpara. Çfarë ndodh me performancën profesionale, nëse unë flet pak, kam stres kronik, nuk para lëviz sepse janë makinë, janë në zyrë dhe nuk ushqehem. Ashtu do kesh një aktiv, domethënë nuk do kesh sukses, në dur. Ka gjasa që të ndodhi që si kam këto, po kam sukses. Po patjetër që ka dhe gjasa, por këto janë ai puzzle i kryesor që ta garantojnë atë pjesën e suksesit. Fjala vjen një ekuacion matematikor ose diçka tjetër dhe janë të lidhura ngushtë, domethënë, ti do bësh recitimin ose do recitosh diçka, do japësh një intervistë, do thuash një vjersh, do thuash një tregim, do bësh një poezi, do bësh një ese. Këto lidhen shumë dhe me nëna e dijes është nëna vetë e dijes është përsëritja.
Pra truri, çfarë bën? Mban mend atë që ti përsërit. Dhe më e rëndësishme në sukses është këmbgulja se sa aftësia. Po, ti mund të kesh aftësi, mund të kesh atë aftësinë e lindur, ama nëse ti nuk ke këmbgulje, atëherë ajo aftësi zbehet, ajo aftësi vdes. Shumë e vërtet. Këmbgulja në pjesën e biznesit, në pjesën e qenurit të suksesshëm është shumë e rëndësishme, sepse ti çfarë bën? Dhe për mendimin tim, çelësi kryesor për të qenë i suksesshëm është të dështosh në mënyrë, domethënë në sasi të vogël. Dështimet e vogla të arrin drejt suksesit. Pra jo dështime fatale, pa do të vogla që dështimet vogla, edhe në pjesën, kjo arrin atë këmbguljen që ti mund të kesh aftësi për të bërë diçka, ama nëse kjo aftësi zbehet, nëse ti këtë nuk e përvetëson, nëse nuk e përsërit, nëse nuk këmbgul, atë nuk je i suksesshëm. Edhe punë e sistemit të rrezikshëm kështu është, edhe punë e dijes kështu është. Do gjithnjë përsëritje për të qenë i suksesshëm. Ka kaluar goxha kohë, jemi afër fundit. Unë realisht nuk e kam dhënë, po tani pas orën edhe pas që ka kaluar goxha kohë, kjo do të thotë që edhe e kam shijuar. Kam edhe një seksion të vogël, nuk e kam bërë më përpara, mit apo e vërtet. Për këto që do të them. Paka shumë edhe i prekëm, po për ta kryer atë misionin që dikush do të marrë vetëm për mbledhjen, ndoshta podcastit dhe shkon direkt në fund edhe pse jo ta marrë shkurtimisht. Stresi mund shkaktojë sëmundje fizike, mit apo E vërtet. Okej. Zorra është truri i dytë e tham. E vërtet. Sheqeri ndikon në humor? Ndikon që e rrit pjesën e humorit dhe është e vërtet që ndikon dhe në gjendjen emocionale. Okej. Gjumi para mesnatës ka rëndësi në komplet ciklin e jetës? Rëndësishëm, është mi vlefshëm, është shumë herë më i shëndetshëm gjumi natës se sa i ditës dhe nuk mund ta zvendësoj gjumin natës, gjumin e ditës. Pra gjumi i ditës nuk mund të zvendësoj gjumin e natës. Vitamina D ndikon në shëndetin mendor? Ndikon shumë, është e lidhur ngushtë me pjesën e depresionit dhe është themeli për sistemin imunitar. A mund ta korrigjoj nëse e marr mbasi e kam kaluar? Apo po mund të merret si suplement dhe është e mira që këshillohet dhe të merret me vitaminën K2 dhe të jetë në formë likide ose vajore. Okej. Depresioni nuk është vetëm problem psikologjik. Po, e tham pak më parë që lind edhe nga çrregullimet gastrointestinale, mukoza e zorës, trash, reduktimi i baktereve të mira, përthithja e dobët e mineraleve, magnezit, e B12-s, e kolinës, trimetilglicinës, e pjesës së reduktimit të bifidobaktereve ose këtyre metabolitëve antiinflamator, pra lidhet ngushtë dhe me sistemin digestiv. Bëjmë përjashtim këtu problemet traumatike ose psikologjike. Agjerimi ndihmon vetëm në humje peshe. Është jo vetëm në humbjen e peshës, por është si një kirurgji pa bisturi, e ndihmon trupin që të ketë një performancë më të mirë fiziologjike. Okej, pra është e këshillueshme. Është e këshillueshme dhe duhet bërë me këshillimin nëse personi ka sëmundje kronike, vetëm me kokën e tij nuk mund ta bëj. Duhet ta bëj nën konsultimin e një profesionisti mjekësor. Suplementet mund ta zëvendësojnë shumë mirë ushqimin e mirë. Suplementi nuk mund ta zvendësojë një ushqim të mirë, mund të merret si dozë mbështetëse, por ushqimi, aktiviteti fizik dhe gjumi janë përpara suplementeve. Suplementi mund të jetë si diçka mbështetëse, por gjumi, shëndeti gjumi, pjesa e ushqimit dhe aktiviteti fizik janë suplementi numër 1. Suplementi numër 2 janë ato cilat ne përmendim: magnezi, vitaminën D, omega 3. Për dikë që nuk shikon videot e gjata, që është shumica tashmë, kush do ishin, po themi, 5 këshilla të ndërtuara në një fjali për shqiptarët, kuptohet që të kenë një mendje të shëndetshme, trup të fortë, zemër të shëndetshme dhe një karrierë të suksesshme. Për pjesën e karrierës së shëndetshme është shumë e rëndësishme këmbgulja. Pra, edhe pjesa e përsëritjes së një informacioni. Këmbgulja dhe përsëritja, që është nëna e dijes është përsëritja, janë shumë të rëndësishme. Por një zemër të shëndetshme duhet të lëvizësh. Muskujt e pulpave funksionojnë dhe kanë detyrën e një pompe. Për zorë të shëndetshme, i rëndësishëm është agjërimi, ushqimi i shëndetshëm dhe istinës. Dhe për një shpirt të pasur, dhe për një shëndet shpirtëror ose për që të jetë shpirti sa më i pasur, me emocione, me mirënjohje, me virtyte, është që ne të kemi respekt për gjithë natyrën, të kemi respekt për gjithë shoqërinë, pra mos i flasim tjetrit me zili, me urrëtie, të mbjellim atë dashurinë, atë mirënjohjen dhe më e rëndësishme që unë e kam dhe mesazhin e fundit është që ne duhet të ngelemi akoma njerëz. Po, shumë e vërtet. Të falenderoj shumë për kohën. Kënaqësi.
për këshillat. Më pëlqen shumë jo vetëm për aspektin e doktoraturës, por edhe për aspektin për mënyrën se si shikon jetën. Kënaqësi. Edhe jam realisht shumë e fatë që gjetë edhe kohën të marrësh pjesë tek podcasti jon, sepse në fund të ditës nëse s'kemi mirë shëndetin mendor dhe fizik, si mund të kemi, po themi, sukses qoftë në marrëdhënie me fëmijët, me karrierën apo me gjithë të ardhmen tonë. Po. Edhe një herë shumë faleminderit. Kënaqësi është ime. Të dashur miq të podcastit, shpresoj që ta keni ndjekur deri në fund këtë dhe të keni mbajtur shënime, sepse ç'është më rëndësishmja, ajo që tha edhe Luciano, suksesi është kur ke këmbgulje dhe mbi të gjitha ato që di dhe ti implementosh. Në të kundërt nuk kanë kuptim. Shihemi në episodin tjetër. Mirupafshim.